Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debatin që rënduan. Për diskutuar sot për problemet e shëndetësisë, unë kam ftuar ministrin e shëndetësisë zotin Ilir Beqa. Mbrëma, mirëserdhët. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Kemi dhe një panel me gazetarë të cilët unë do t'i prezantoj pak më vonë, po si pyetje hyrje. Tani që ka kaluar një vit e gjysmë zoti Beqa, unë kam pasur fatin që të kem në këtë studio në ditët e para sapo jeni emëruar. Si ndihesh, ke arritur gjëra që i ke bërë të plota, jo nga këto që e kanë filluar, po më duhet edhe ca kohë deri në fund mandatit, më duhet edhe një vit. Ke një punë që e ke filluar, e ke bërë dhe sot mund ta thuash që kjo është puna e administratës që unë drejtoj nga 15 shtatori 2013 deri më sot. Është në këto 15 muaj në detyrën e Ministrisë së Shëndetësisë, sigurisht që ne kemi një mundësi për të prezantuar çfarë kemi bërë deri më sot, ballafaquar me ajo për çfarë jemi angazhuar dhe se si akomodohet kjo pjesë e bërë në ato çfarë do duhet të bëjmë brenda afateve normale të një mandati qeverisës. Unë besoj se ato çfarë ne jemi angazhuar dhe ato çfarë janë bërë në këto kohë, dhe kisha pothuajse të pamundur të gjeja diçka të mos bërë. Ajo që mund të ndajmë oblikun është që në këta 15 muaj janë bërë gjëra që unë vetë kishim programuar me bashkëpunëtorë dhe kishim dashur të bëheshin brenda 12 apo 13 muajve. Domethënë, nëse mund të shprehem, ka një sfazim në kohë. Je 3 muaj në avans. Jo, duhet të kishim bërë më përpara. Jo, gjërat që po them kemi bërë deri në 15 dhjetor, në fakt i kishim programuar të i kishim bërë që në 15 tetor. Dhe nuk i keni bërë? I kemi bërë, pra po të them, po këto që kemi bërë deri më sot, se po nuk po kuptojmë, i kemi bërë për 15 muaj, kishim programuar të i bënim për 13 muaj. Okej, kuptova. Në fakt, mua si gazetar më ka marrë malli që të marrë Ilir Beqen në intervistë kështu si opozitar. Do të thënë, të shkonde më shumë ai opozitarizmi zoti Beqa, se kështu kostumi i ministrit... Edhe çështje perceptimi, çështje gusto është, domethënë, por sigurisht kur jem detyrën e ministrit, merr përsipër gjëra që në radh parë lidhen me angazhimin politik, po dhe me detyrimin që ke si administrator. Jo, ishte më mirë Ilir Beqa kur akuzon të ministrin e shëndetësisë, se sa Ilir Beqa, ministri i shëndetësisë, ta akuzojnë. Në demokraci, kështu është e përcaktuar. Jo, e dje, këtë thasë, do më thoshe në gjë të re, për këte e dje. Jo, nuk besoj se... Nuk kam marrë përsipër në fakt që për të bërë ministrin në këtë aspekt të shpik në gjë. Në më thënë, përpiqem që për ditë të mund të bëjmë ato gjëra që në radh parë shqiptarët ka nevojë, që i meritojnë t'i kenë, dhe së tretin jemi angazhuar të realizojnë. Do prezentoj panelin me gazetar, Tedi Blushi, zëvendës kryedaktori i Gazetës Shqiptare. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Faleminderit flesë. Manjola Hasak, gazetare Ora News, mirëmbrëma, mirëserdhët. Dhe Edison Kurani, drejtori i Agjencisë Lajmeve NOA, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, zoti ministër. Të nderuar koleg, ju do t'i drejtoni pyetje ministrit, po unë do desha unë të pyes, po vetëm shkurt, jo ka gjatë sa foli ministri. Shëndetësia shqiptare për ju, Tedi, është më mirë në këto momente se çka qenë një vit e gjysmë para, ose 15 muaj jemi korrekt, është si atëherë apo më keq? Si është perceptimi dhe ajo që ju dini? Ajo që unë di. Dhe vërteta është që në shëndetësi ka ende korrupsion. Nuk jam në gjendje ta perceptoj nivelin më shumë apo më pak. Ky është perceptim apo ti ke fakte? Jo, kam fakt. Kam një familjar i vetëm pak kohë më parë, në një nga urgjencat e Tiranës, për të marrë një serum, ka dhënë 5.000 lekë vjetra. Se denoncoj kjo? Ma tha mu si gazetar... Dhe ti e mbajte për vete dhe e the këtu. Jo, e mbajte për vete, Shizore rasin që unë të ftova në emision dhe ti e the. Se ne gjithë ministri shëndetësisë këtu themi një hallin tim. E bëra, do më thënë e pyeta vërtet, e pyeta realisht, thash përse e bëre, u sollon mirë, tha dhe... A ky është korrupsion pastaj? Ky është i diskutueshëm? Jo. Ky është çiki diskutueshëm? Nuk është, mund të quhet pasiv.
nuk mund të quhet aktiv. Jo, korrupsion, po... Korrupsion është. Do me thënë, për një shërbim... Unë tha se kishe në një fakt, në një gjë, kështu në $1 milion, në një tender, në një gjë... Problemi... Jo, fakt, deri tani jo, po... Po, perceptimi tjetër për cilësinë e shëndetësisë? Unë për cilësinë kam marrë sot një raport, që mund ta siguroj tash një raport fundit të Avokatit të Popullit, që kritikon Ministrinë e Shëndetësisë sa i përket ofrimit të shërbimit. Dhe pyetja ime e madhe, domethënë, është që a kemi shëndetësi falas apo jo? Do fillojmë, ky është perceptim që t'i themi ministrit. Manjola, për ju? Jo, që se mund të shtoj vetëm diçka. Ky raporti, por sa zbuluar, në fakt është raport... Jo, nuk se zbuluar, sot të publikuar. Është raport, jo nuk është publikuar sot, është raport i cili është dorëzuar zyrtarisht në janar 2014 në Kuvendin e Shqipërisë. Mua avokati i popullit zyrtarisht dhe publikisht ma ka dhënë në nëntor 2013 dhe i përket analizës dhe kontrollit që kanë bërë 11, 12, 13. Edhe 13, do të thënë 13 vetëm 3 muaj e pak. Po, mua nuk ndoshta edhe nga si gazetare terreni që mbulon Ministrinë e Shëndetësisë. Jam bërë disa nisma të mira dhe këtë e them me garanci plot. Si qytetare, edhe unë isha në qendrën spitalore më të madhe në vend, jam ndirë mirë. Hera e parë që ndiva mirë. Si i kisha ato pak kënaqësitë, s'mjep intervistë zoti Beqi atje. Mund ta akuzoj çfarë duash Ilir Beqi, po jo që s'jep intervistë, E thatë në fillim ishte më mirë kur është opozitar, kur kritikonte. E ka pak vështirë të pranoj kritika ndoshta të medias, por bashkëpunimi jonë gjithsesi. Të siguroj unë që do më shumë përballet, jo se do ta ledhatojmë këtu në këto 2 orë, më shumë përballet se sa i shmanget. Nuk kemi filluar akoma në Do ta ketë Thanasi, ai i rregullon këto gjëra, Jo, të thash rastin më të madh. Për cilësinë, problemet më të mëdha për te që sautos janë spitalet rajonale, spitalet e rretheve. Unë kam informacione, kolegët e mi gjithashtu, me ministrin gjithashtu kemi qenë, kemi parë dhe... Shëndetësia është më mirë se sa një vit e Unë jam ndjerë më mirë, ka gjëra të cilat kanë qenë... O si e shëndetësia, jo si e ndjerë ti, ti e smurgi që... Unë nuk mund të them, shëndetësia është më e mirë dhe nuk është më e mirë. Për mua nuk ka asnjëherë një të mirë, nuk ka... Jo, unë thash më e mirë, më e mirë se një vit e gjysmë. Mos më kërko sepse nuk them asnjëherë më mirë. Në rast se thua është më e mirë, të paragjykojnë banë qendrim. Unë mund të them më mirë. Sigurisht që ka përmirësim. Kanë qenë disa përmirësime, nisma të cilat i kanë prekur, por ka dhe probleme. Okej, Edison, perceptimi juaj? Unë doja ta vlerësoja shqetësimin që kishte zoti Beqi. Të lutem, përmbaju kësaj që thasë, do kemi shumë kohë me pyetje dhe me të lutem. Për afatet që i ka vendosur, planet që i ka vendosur vetes, më duket goxha e guzimshme që të pranosh që ka 2 muaj vonesë nga planifikimi, por sigurisht që i realizuar i atyre gjërave që ju keni bërë. Kjo do më thënë është një vlerësim që nuk e kam hasur tek ministrat e tjerë, ndoshta ata e kanë të njëjtën praktik, por dyshoj se mund të vazhdoni gjithkohës kështu, pasi dalin shumë probleme rrugës, sepse edhe ju jeni të qartë, sidomos në lëmjen e shëndetësisë që ka pafund probleme. Dhe si është perceptimi në aspektin për sa i përket perceptimit, unë kur nuk kam besuar që korrupsioni është i mirë fillt në sistemin shëndetësor për sa i përket marrëdhënies pacient dhe mjek. Unë kam besuar se rishfeti, mitmarrja ka qenë problemi kardinal i sistemin shëndetësor në këtë pikë, jo në problematika të tjera që ndoshta mund të flasim më vonë. Mendoj se vazhdon fuqishëm rishfeti, vazhdon fuqishëm mitmarrja. Fuqishëm që do thotë është krijuar një lloj sistemi tarifor. Fuqishëm e kuptova kështu, kalon njëri këtu përpara ministrit, i jep atij lekë dhe ky e shikon dhe ky është fuqishëm. Po ja shpjegoj, është krijuar, zoti ministri është i qartë vetë, është krijuar një sistem tarifor i pashpallur, apo jo? Ku që nga roja, po i ka thënë opozit dhe sigurisht që nuk u fshim për 15 muaj, apo jo. Pra, që nga roja, infermieri, anestezisti, mjeku, e gjithë në radhë, dhe në spitalet ginekologjike obstetrike pra maternitetet, e njëta skemë funksionon, ku mitmarrja rishfeti është goxha i zhvilluar. Por, unë në një pjesë të mirë, pajsoj vetë pacientët dhe të afërmit e tyre, për arsye se ata ndikojnë shumë për të vazhduar të këtë klim e para punës, dhe dyta data njerëz që nuk duan të paguajnë, se nuk ka mundësi të paguajnë, për shkak të inercisë të themi që është krijuar në vite, vazhdojnë të kenë këtë pra vazhdojnë të krijohet të vazhdoj kjo situatë. Çfarë lloj ministri është zoti Beqi për ju?
Unë mendoj që është një ministër energjik. Ne kemi qenë biseda në studio edhe në më herët, edhe vitin e kaluar. Unë pajtohem me ju që edhe në opozit ishte energjik, po kjo nuk do thot, nga pasi kam ndjekur gjithë agendën e përditshme gati intensive që ka zoti Beqaj. Po, pandaj ju kanë ftuar ju 3 gazetarë, mos bëjmë edhe analistin e madh, po gazetarë që ndjekin... Po, vazhdon të jetë energjik, unë nuk i ndahem. Çfarë lloj ministri është? Serios? Gjë me thënë, serios. Serios në ditën e tij, serios. Çfarë ministri është zoti Beqa? Bashkëpunimin ton. Me një fjalë. Thuhet dy se I vendosur. I vendosur. Tani mund të thuash këtyre ato që kishin për zoti Beqa mund të thotë a është zhdukur mitmarrja në... Do fillojmë nga pyetja, jo, do fillojmë nga pyetja. Po me qenë se ju thatë... Ky është një perceptim, unë e bëra këtë, sepse ne kemi përplasje dhe me të drejtë për perceptimin e masës njerëzve për korrupsionin, për ministrin, për shëndetësinë, për spitalet. Ja një perceptim, zoti Beqa, që janë 3 gazetarë që janë fakte, nuk janë perceptime, kemi fakte plotë, po, kemi fakte të pacientëve dhe familjarëve. Jo, nuk ka nevojë edhe, po emra harroje se do të... Jo, se mora unë i ditë telefon, zoti Beqa, s'me thënë tu se ishte... Për asë një shansë nuk do të dëmtojë privatësia njerëzve. Por emra konkret nuk do t'japim, por ka fakte. Do fillojmë me atë rrebeshin e pyetjeve. Zoti Beqa, si e perceptoni ju atë që kanë këta si perceptim? Që janë gazetarë që janë terren, Pra, pajtojni dhe ju deri diku. Unë ndjek me shumë vëmendje gjitha informacionet që më vijnë edhe nëpërmjet kanaleve të mediave, që janë bërë të shumta dhe të larmishme. Përpiqem të marr prej tyre atë çfarë më intereson për të përmirësuar punën tonë. Pa dashur të bie në grackën e asaj që ta gjejmë gjithmonë të keqen këtë tjerët, unë çmoj që të paktën atë që kam parë në shëndetësi, duke qenë se përgjithsisht të paktën duke ne në media është me sa duket është mbjell një lloj kulture që lajmi është vetëm lajmi jo i mirë, dhe duke qenë se ka një garë sidomos midis stacioneve të lajmi që duan të japin lajmin sa më shpejt, ndoshta duke pranuar që pjesa e konfirmimit të burimeve zyrtare është pak e ngadalt, më rezulton që në shumicën e rasteve lajmet që vijnë menjëherë nga terreni janë të pasakta. Që sigurisht dëmtojnë shumë imazhin dhe kryesisht se kam fjalën për imazhin tim apo të qeverisë, imazhin e punës mirë që mjekët dhe infermierët bëjnë përditshëm. Se ishin të sakta këto lajme kur ishin në opozitë, zoti Beqa? Nuk kam thënë asnjëherë që ishin lajme të sakta. Unë, të paktën personalisht, e kam patur gjithmonë kuqin e mirë që i verifikoja gjërat para se të bëja publike. Kështu që lidhur me çështjen e korrupsionit, është e vërtetë që shëndetësia bashkë me drejtësinë perceptohen nga qytetarët shqiptarë si 2 nga sektorët më të korruptuar, dhe për ca kohë që perceptohen si të tillë. Kjo mjafton për ne për të punuar. Sigurisht nuk janë të ndryshëm sektorët, në qoftë se numri profesionistëve të cilët dashur për dashur kalon ky proces ilegal, madje kriminal, është më i vogël në drejtësi, në shëndetësi është një numër shumë i madh profesionistësh ku kjo, le të themi, kapilarizohet. Ne kemi detyrën përveç se të përmirësojmë kujdesin shëndetësor, kemi për detyrën edhe ta reduktojmë ndjeshëm sa më shumë të mundur këtë perceptim të publikut, sepse duhet edhe të rikthejmë besimin e publikut tek shërbimi publik në përgjithësi. Pra është le të themi është një lloj misioni i dyfisht. Së dyti, në shëndetësi ka çështje lidhen edhe me një lloj kulture tonën, dhe unë vetë për të analizuar këtë fenomen sa më mirë, përpiqem të marrë në ndihmë 3 fjalë të shqipes, që në fakt duhet jenë me origjinë turke: peshqesh, bakshish edhe rushfet. Sepse besoj se të treja kanë një marrëdhënie parash në të holla, të cilat njerëzit në nevojë i varfrojnë, por që besoj unë e para me tretën janë mjaftueshmërisht të ndryshme, të dallueshme, ndërsa e para me dytën dhe e dyta me tretën nuk e kanë të qartë vijën dalluese. Ajo çfarë ne po bëjmë fillimisht në shëndetësi është që po përpiqemi të zvoglojmë sa më shumë alibin e profesionistëve të shëndetësisë që kanë mungesa burim mjetesh, që pastaj detyrojnë qytetarët të hynë në një situatë rradhe,
një situatë kur në padurimin e kujdesit shëndetësor ti mendon se barnat do të mbarojnë dhe ti nuk do të mund t'i përfitosh, për të krijuar kështu hapësirat për këto lloj transaksionesh të palishme. Pavarësisht nëse është peshqesh, rryshfet apo bakshish, për ne të kërkosh, të japësh dhe të marrësh është kriminale. Çfarë po bëjmë? Si vërtetoni që unë besoj se ne kemi një furnizim shumë më të mirë të spitaleve me barna. Qoftë në QSUT, por edhe në spitalet rajonale. Dhe një furnizim më të vijueshëm. Ne kemi sot një sistem mirëmbajtje shumë më të mirë të pajisjeve të rëndësishme biomjekësore. Mos funksionimi tyre për periudha të gjata ka qenë një sëmundje për fat keq kronike, por edhe se nga njerë mund të thuhet që sëmundjet kronike nuk shërohen, ne ja kemi dalë që t'i vendosim këto pajisje në një regjim mirëmbajtje të tillë që edhe nëse defektojnë, se pajisje janë, brenda pak ditësh, ato rivijnë në punë. Ne kemi forcuar shumë bazën laboratorike në mënyrë që edhe kitet dhe reagentët të mos mungojnë laboratoret tona, në mënyrë që... Laboratoret e kujt? Të spitaleve? Të spitaleve. Të spitaleve, pra i përjashtoni qendrat shëndetësore. Se ato nuk kanë laborator. Të flasë për spitalet lutem dhe pastaj shkojmë edhe ja të lëmë ministrin dhe jo se është ai premtimi si e, prandaj dhe duhet ta dinë njerëzit që të bësh një analizë në qendrat shëndetësore nuk ka laborator. E ketë pasakt. Po të paktën gjysma e tyre nuk kanë laborator. E ketë pasakt. Tash vëzhgimet në terren kështu thonë që në të paktën 50% e qendrat shëndetësore në rreth janë 80% nuk kanë laborator për bërë analizë. E ketë pasakt. Mund të bëjmë marrëveshjen që të flas pak më vonë për si jenë, për të shpjeguar çështjen e laboratorit. Patjetër. Mund ta shpjegoj më vonë. Janë shifra që kemi thënë dhe në opozit, se ne mbajmë shënime. Faleminderit. M'vjen mirë që mban shënime, po të paktën do duhet t'i lexosh në jo, janë shifra vetëm po t'i keni përdisuar për 15 muaj. Atëherë sigurisht që unë mund t'ju them që nëse ne do të krahasojmë 10 muajt e 2014 me 10 muajt e 2013-s, ne kemi ofruar në spitalet tona, dhe po marrë për shumë spitalet e Tiranës, volum shërbime spitalore, që do të thotë, ndërhyrje kirurgjikale, ekzaminime imazherike, ekzaminime laboratorike, 30 deri 40% më shumë, si volum. Dhe besojmë se këto volume më shumë kanë ulur numrin e njerëzve që të shkonin t'i merrnin me para në dorë tek privati, apo njerëz që pastaj duke qenë se ishin me mungesë, paguanin në dorë që kush t'i merrte i pari. Me statistika më si madhet kjo? Jo, si madhet kjo, se quhet kriminale këtë korrupsion galopant. Si marrim ne që ka rënë? Jo, nuk thash që ka rënë. Unë thash, të lutem, të paktën më dëgjoj me kujdes. Unë po ofroj në spitale 30% më shumë volum shërbimesh. Dhe dekurajon 30% mitmarrjen. Së dyti, nuk prishet më skani dhe rezonanca me 2-3 muaj. Ato kanë hyrë në një regjim mirëmbajtje, full risk, që do të thotë, kemi pranuar që një kompanie për një periudhë afat gjatë, t'i japim çdo muaj një shumë të caktuar, edhe sikur pajisja të mos prishet kurrë, ama që por të prishet brenda pak ditësh ka për detyrë ta rregullojë. Duke pranuar që asnjë pajisje s'mund të punojë më shumë, mund të jetë prishur më shumë se 5 ditë, dhe s'mund të jetë prishur më shumë se 20 ditë gjatë gjithë vitit. Por njerëzit ankohen se presin shumë ditë dhe javë për të bërë një vizitë të tillë. Atëherë, jo se duhet thënë edhe kjo, nëse do ta bëjmë monolog, jam dakord. Jo, nuk do ta bëjmë monolog. Jam unë ai. Shiko, jo zoti ministër, kur flet duhet ta thotë edhe këtë t'japi dhe informacion. A presin njerëzit gjatë për të bërë një vizitë, për të bërë një eko, për të bërë një... Atëherë, po të përsëris që këtë vit... Skaner, sidomos e skaner dhe rezonancë janë bërë 30% më shumë se vjetë. Po më presin dhe 3 muaj, dhe kjo është normale të presin dhe 3 muaj. është normale? Po është normale, këtë ndodhë gjithë botë. Se ka pasur dhe raste emergjente që janë përjashtuar e kanë shkuar të privat. Urgjenca është urgjencë, janë dy gjëra ndryshme. Tashi, nëse do të vish një argumenti, ta shteroj, jo të kërcesh nga dek në dek. S'të pëlqen përgjigja ime dhe kërcen një dek tjetër. Po ta përsëris. Skaneri i urgjencës është skaner urgjence. Skanerat që janë pajisje egzaminuese, që janë me regjim programimi, kanë edhe rreth 3 muaj. Dhe kështu edhe një herë po ta përsëris. Në urgjencë është skaneri i saj. Skanerat ku të çohesh me sistem referimi, është një skaner ku ti do të presësh dhe kështu e cakton mjeku, nuk caktojmë as ju as unë. Mjekët thonë do bësh një skaner sipas një radhe të caktuar. Dhe sot ne kemi brenda Spitalit të Shqipërisë një bazë të mirë skanerash dhe rezonancash. QSUT-ja ka 2 rezonanca dhe 5 skanera.
mjaftueshmërisht mirë e krahasuar me çdo spital të ngjashëm në vendet përreth për masat e një spitali universitar. Ndërkohë, sigurisht që vazhdon fenomeni i mitmarrjes, për sa kohë edhe mua më vinë informacione të tilla. Ne kemi filluar që nga muaji shtator një fushat kapilare për të perceptuar çfarë mendon publiku për këtë gjë. Duke intervistuar brenda spitaleve pacient, familjar, mjek dhe infermier. Për të parë këndvështrimin e gjithë secilit. Do të vazhdojmë këtë punë. Do të vazhdojmë këtë punë, po qofse më keni ndjekur në konferencën antikorrupsion, ka pas mjaftueshmërisht informacion për këtë gjë. Aty janë publike. Mund të rikthehemi prapë. Do të vazhdojmë deri në muajin maj. Deri tash janë bërë 1500 intervista të tilla. Konstatojmë në ku, në cilë spital? Në gjithë spitalet të Shqipërisë. Gjithë spitalet. Pa përjashtim. Po. Konstatojmë që për sa kohë pacientët ende nuk kanë ndalë nga spitali, nuk na e tregojnë ende të vërtetën. Sepse po të bazohesh vetëm tek ato, nuk duhet të jetë aq i madh perceptimi. Pikërisht për këtë arsye, në bashkëpunim edhe në ndrejtimin e ministrit që është dhe koordinatori kombëtar për antikorrupsionin, me një mbështetje të Bankës Botërore, praktikisht kemi filluar po testojmë një sistem për të marrë feedback pra përshtypjet e pacientëve masi janë larguar 48 orë. E keni marrë këtë? Kemi filluar të marrim. Kemi thënë këtë? Në moment që laudimi, kemi filluar të marrim rastet e para, bile edhe atë ditën konferencën në forumin kombëtar u paraqit momenti i parë i testimi, për të parë se kush janë përshtypjet e vërteta dhe jo më perceptimi i pacientëve që janë larguar nga spitali. Sigurisht që ajo çfarë unë besoj se ne kemi bërë në këtë periudhë, një nga angazhimet tona kryesore është edhe kontrolli bazë pa pakesë. Pa shkuar atje, te kjo e korrupsioni. Kjo e korrupsioni do të vazhdoj pambarimisht, do të vazhdoj për ditë. Do më shumë. Ju keni marrë masa, a ka ndonjë masë, jo vetëm ligjore, administrative, sa mjek, sa informier, keni kjo statistikë? Ka masa administrative të dhëna ndaj mjekëve, sa në numër në gjithë të Shqipërinë? quar në janë dhe 70 masa. Të quar tek urdhri i mjekut. Si janë të provuar për mitmarrje? Denoncime janë këto? Mbi bazë perceptimi apo mbi bazë provat që janë dëshkuar? Po pra, Atëre një herë, mbi bazë perceptimi nuk mund të dështosh administrativisht, por probleme që lidhen me mjekim jo të sakt, me mjekim jo të plot, me kërkesë, po duro pra të shtrim. Me kërkesë për t'i thënë pacientit, nëse në spital është një bar gjenerik A, shiko se ky tjetri është më i mirë. Me kërkesë, me mënyrë për të futur jashtë radhës në një pajisje egzaminuese, dikush që nuk vjen nga sistemi referimit, i cili paguan në dorë. Të gjitha këto, sigurisht, ajo çfarë duket që do të vazhdoj të ballafaqohet, është kryesisht problemet që kemi me trupën e profesionistëve të shëndetësisë. Kemi një këndvështrim të ndryshëm, ata vazhdojnë të besojnë se një pjesë e asaj që nga shqiptarët tradicionalisht mund të vlerësohet si dhuratë, nuk duhet trajtuar si fenomen korruptiv. Megjithatë, ne besojmë se për sa kohë edhe dhuratë del nga një buxhet familjar, i cili rëndohet, është një gjë që s'duhet ndodhë. Dhe te i kalon 20% shenjë pagës mujore të një bluzë të bardhë, sigurisht që s'mund të quhet më dhuratë. Kalon 20% shenjë pagës. Pastaj varet 20. 70 raste, zoti Beqa, 70 raste janë denoncim në prokurori, janë shkarkime, janë urdhri administrative apo referime, po dikush pezullohet nga detyra, dikush pezullohet për një farë periudhe nga ajo funksion, dikush çohet te urdhri i mjekut sepse në fundit duhet ta aprovosh edhe aty zbatimin korrekt të etikës mjekësore. Që ka mbaruar procedura dhe Helevin, a kemi mjek apo infermier të përjashtuar, të pushuar? Po kemi të larguar. Ka pasur raste që janë arrestuar dhe nga policia. Kemi të larguar. Sa raste? Kemi disa. Nuk kemi një shifër të saktë, kaq mjek? Jo, kemi 3 mjek duke dhe 6 infermier. Të larguar nga puna. A është kjo ajo që quhet tregus i një pune për të luftuar korrupsionin? Atë e vlerësoni ju, nuk e vlerësoni. Me 3 mjek. A mund të pyesim si po e dekurajoni ju mitmarrjen rreth shtetin? Atëherë ta thash pra dhe duket ose kishte mendjen ose. Ajo është vetëm një aspekt. Ai është aspekti themelor. Po, ndoshta spitale duhet të ketë më shumë barna. Ka dhe tjera. Spitale duhet të ketë më shumë barna. Në spitale duhet të ketë pajisje që funksionojnë, duhet të ketë laboratore që kanë këto reagentët. Pastaj, kush më kanë ndjekur në korrik, ne kemi denoncuar rastet se çfarë ndodh midis farmacive dhe mjekëve të shërbimit parësor, se si pilotohen
barna ndryshme në listën e rimbursimit, dhe unë besoj se një nga masat, ose një nga veprimet me disa masa, është edhe ngushtimi i një hapësirës midis çmimeve me të cilët barnat importohen në Shqipëri, me çmimet me të cilët ato shiten, sepse masi ishim një vlerësim para prak, edhe e konfirmuam, $20 milion mbeteshin pa të drejtë në gjykimin ton në duart e distributorëve, të cilët pastaj i përdornin për të prishur të gjithë sistemin e referimit dhe më fal që po ju ndërpres. Është bërë një sondazh, konkretisht një sondazh, një vox pop i qytetarëve nga agjencia e lajmeve NOA, në lidhje me mitmarrje në spitale, është bërë ditët e fundit. Dhe ka konkluduar në këtë rezultat, që pjesa më e madhe e mitmarrjes është për shkak të frikës së pacientëve dhe familjarëve të tyre, se mjekët nuk do të jenë të përkushtuar aq sa duhet për të shëruar ose për të shpëtuar jetën këtyre pacientëve. Pra problemi kryesor i mitmarrjes është pikërisht ky dhe besoj dhe ju jeni dakord. Si mund ta dekurajoni ju në këtë aspekt mitmarrjen? Tere po ta përsëris. Sepse shkojnë dhe te privatët për shkak të kësaj frike. Ne e dekurajojmë sepse ka më shumë barna, ka më shumë ekzaminime, ka më shumë punë që bëhet në spitale. Ndërsa frika është një proces që do doj kohën e vetë. Dhe unë pikërisht dua t'i rikthehem programit kontrollit bazë, sepse një nga elementet atij programi është dhe rivendosja e besimit në marrëdhënien qytetar provizë shëndetësie, për marrëdhënien njerëzore dhe për marrëdhënien profesionale. Programi i kontrollit bazë është një program i rëndësishëm. Unë besoj se na shërben për të krijuar shumë më mirë një profil të qartë epidemiologjik të popullatës shqiptare, aq më shumë nëse ne duhet të shkojmë drejt mbulimit universal. Sigurisht duhet kemi një njohje shumë të mirë të bazës ku nisemi, se si do të arrijmë atje. Është programi i parë konkret i shëndetësisë pa pagesë, sepse është për çdo njeri që është rezident në Shqipëri, pavarësisht ka paguar apo nuk ka paguar kontribute, se nuk lidhet fare me marrëdhëniet e punës apo marrëdhëniet formale të kontributeve, është pa pagesë, dhe ndërkohë pa pagesë çfarë vlere ka si kosto për qytetarin? Nëse do ta paguajë. Zero për qytetarin. Jo, nëse do ta paguante. Sa kushton? Për të kthyer asaj pjesës parë që nuk ka laboratore, atëherë po nuk ka se është studimi i USAID-it, zoti Beqaj, që ka qenë zonja Milva Ekonomi kur është prezantuar pak kohë më parë, 416 qendra shëndetësore, 80% sipas USAID-it nuk kanë laborator. A do dëgjosh tash? Po jo, më tash po refuzua dhe amerikanët ç'të them tani. A do dëgjosh apo do dëgjosh? Atëherë, në çdo qendër shëndetësore të Shqipërisë do të bëhet marrja e analizave të secilit nga ata që do të paraqiten dhe potencialisht jo më në qendrat që ekzistojnë. Po nuk ka laborator atje. O zot, do të dëgjoj më burr tash se s'ka mbaruar. Edison, ore do vendosësh, do të dëgjosh apo do ta prishim bisedën fare? Jo, okay, atëherë duhet biem dakord fillimisht vetëm për këtë. A e pranoni ju këtë studim të USAID-it apo jo? A e dini ju këtë studim? Nuk kam lidhje me studim, por flas për kontrollin bazë. Pastaj flasim edhe për studimin. Një kontraktor privat që ka marrë përsipër që për 10 vjet të zgjidhi gjithë logjistikën e programit kontrollit bazë, do të siguroj investimin fillestar, pajisjen e çdo kabineti të kontrollit bazë në çdo qendër shëndetësore me pajisjet e nevojshme. Do të ofroj 5 njësi të lëvizshme, të cilat do të mbulojnë në zonat ekstreme të Shqipërisë, dhe po ai kontraktor do të ngrej 20 laboratore në Shqipëri dhe do të investojë në një flotë automjetësh që çdo ditë do t'i marrin nga qendrat shëndetësore deri në laborator kampionet e gjakut, të urinës edhe zarfin me feçen për gjakun okult. Kjo flot do të monitorohet që kampionin e gjakut ta dërgoj nga qendra shëndetësore deri në pikën e laboratorit brenda një afati të caktuar dhe mos kaloj x minuta dhe në një mjedis temperature ku nuk shkon më shumë se y minuta. Kjo do të realizohet në të gjithë Shqipërinë. Fillon brenda kësaj jave me qytetin e Tiranës. Pra, po ta përsëris, për çdo qytetar të çdo qendre shëndetësore të Shqipërisë është e garantuar që do të bëj një vlerësim të shëndetit, një analizë të gjakut, të urinës, një elektrokardiogram dhe pastaj, masi të vinë përgjigjet, një mjek nga qendra shëndetësore, pra mjeku i familjes i Ilir Beqës, apo i Edisonit, do të bëjë një vlerësim dhe do të thotë, po,
je i shëndetshëm, mirupafshim vitin e ardhshëm. Jo, ti ke një problem shëndetësor dhe ne mendojmë se duhet të rikthehesh më shpejt, ose jo, ti ke një problem serios dhe unë po të referoj tek mjeku endokrinolog, te mjeku kardiolog apo tek mjek pneumolog etj. Ky është programi i shëndetit bazë. Që përveç se kësaj, do t'i thrasë qytetarët shqiptarë të shkojnë te qendra e tyre shëndetësore kur janë të shëndetshëm. Dhe ky është hapi i parë për të zhvilluar një kulturë qytetare dhe për ta ndërtuar sistemin shëndetësor jo në mënyrë tradicionale rreth sëmundjes, por rreth shëndetit. Së dyti, do t'i ftoj të shkojnë te qendra shëndetësore pa patur merakun që do paguaj apo s'do paguaj. Do t'i ftoj të shkojnë te qendra shëndetësore duke qenë i sigurt që pajisja nuk është e prishur, që kitet dhe reagentët janë në laborator, sigurisht që mjeku dhe infermieri është aty, dhe padyshim, pastaj do të fillojë një marrëdhënie më të afërt sepse qytetarët, jo vetëm që një herë në vit do të marrin një vlerësim të gjendjes tyre shëndetësore, por do të referohen në rast se kanë probleme. Lidhur me koston, atëherë, për çdo ekzaminim, një herë në vit një qytetari do t'i paguen kontraktorit privat nga Fondi i Sigurimit të Shëndetësor 1.537 lekë të reja plus të TVSH. Publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Publiku në shëndetësia falas. Besoj se këtu duhet të përqendrohemi. Ku do gjenden paratë? Të moshuarve pensionistëve japim falas o japim? Invalidëve po. Pra, pas ka shëndetësi falas. A jemi në gjendjen e ta shtrim në të gjithë popullsinë rezidente? Se kjo është sfida. Kemi thënë për popullsinë rezidente apo për popullsinë me banim të përhershëm në Shqipëri. Për sa kohë do të fusim në angazhim të plot? Ç'do të thënë ta shpjegojmë për publikun. Pra, taksimin e përgjithshëm do të thotë që sigurisht ata që jetojnë këtu me banim të përhershëm dhe ka një përkufizim caktuar çfarë quhet banim të përhershëm, do të thotë kontribojnë me taksa edhe në sistemin e sotëm dhe përpasoj ata do të kenë akses në sistemin tonë. $15 muaj më parë, keni thënë këtë. Sot, mas 15 muaj, si e... Unë besoj se sa po e ilustrova. Jo, si e ndjetë vetën, jo... Së dyti, unë besoj se mas 12 dhjetorit 2014, ai që e rihap këtë diskutim në Shqipëri, duhet ketë një informacion shumë të cunguar se çfarë ndodh në botë. 12/12/2014 kemi shëndetësi falas në të shtrirë në të gjithë ishte dita e botërore e mbulimit universal. Mbulimi universal sigurisht nga ne si PS është paraqitur për qytetarët shqiptar që në fushatën e 2009-s. Mua më vjen keq që ende ka shumë në të gjitha shtesat e ndryshme të shoqërisë që ende vazhdojnë ta diskutojnë këtë çështje. Ndërsa lidhur me akemin e këtu, ne jemi angazhuar që të realizojmë brenda 4 vjetësh. Sigurisht 4 vite janë një periudhë e caktuar. Për të arritur atje duhen bërë punë hap pas hapi. Besoj se programi bazë është hapi i parë konkret për këtë gjë, po edhe paketat që kanë filluar tashti të zbatohen edhe në spitalet jo publike, janë një element jo vetëm simbolik, por ndërkohë unë besoj se ne, dhe këto kemi bërë në fakt këto 15 muaj, kemi përpjekur dhe këto synojmë të bëjmë në gjysmën e parë të mandatit, të dëshmojmë shqiptarëve se me të njëjtat burime që ka sistemi njerëzore, financiare dhe infrastrukturore, mund të japim shumë më tepër për qytetarët shqiptarë. Besoj se pjesa më e arritur është pjesa e barnave. Unë deklaroj dhe sot që bashkë me negocimin e çmimit të barnave që ne do të mbyllim brenda këtij viti, ne jemi në qershor 2015, pra 2 vjet mas zgjedhjeve, me barna në Shqipëri që janë të paktën 30% më lirë se ç'kanë qenë. Negociata për çfarë? Dhe mbajmë angazhimin që të mos jenë më shtrenjtë se në vendin e origjinës. Sigurisht kjo është realizuar edhe fal
realizimit të angazhimit të parë që kishim shëndetësi, ne u angazhuam do ta heqnim TVSH-n në shëndetësi për 10% dhe këtë e bëm pa u mbyllur viti i parë i qeverisjes, që është bërë tashmë realitet. Ka filluar të japë frytet, siç raportohet edhe në matjen që i bën Instat i inflacionit, lidhur me negocimin e çmimit. Negocimi i çmimit është një proces i cili ndodh çdo vit në Shqipëri. Ka ndodhur edhe më parë, edhe me ligjin e ri të barnave të miratuar në 31 korik, është ky proces. Ajo çfarë ne kemi ndryshuar këtë vit është që kemi zgjeruar listën e shteteve që merren si referencë për të krahasuar çmimin e barnave. Do të thotë që përveç se kompanitë që mbajnë autorizimin e prodhimit të një bari deklarojnë çmimin e tyre, me sa duan ta shesin në Shqipëri vitin e ardhshëm, çmimin cif me cilin vjen në dogan, apo çmimin me cilin prodhohet në fabrikat vendase. Pastaj, ky çmim krahasohet edhe me çmimin e Kroacisë, Greqisë, Italisë, Serbisë dhe Maqedonisë, dhe çmimi jon nuk mund të jetë mbi më të voglin e këtyre. Në është një nga problemet që e pam edhe në analizën tuaj. Së dyti, disa barna dhe vakcina antigripi është shumë me shtrenjtë në vendet tjera të rajonit. Dhe vendimet që kanë dalë më tej na mundsojnë që barnat që nuk janë patent, pra barnat gjenerik, nuk mund të jenë më shumë se 80% e çmimit të barnit që është bari patent. Është një proces që ndodh tash, kompanitë kanë deklaruar fillimin e çmimeve të tyre, vazhdon procesi i negocimit, besoj se duhet të mbyllet brenda muajit dhjetor, dhe në këtë mënyrë ne do të kemi një informacion shumë të saktë se të çmimet e barnave, po unë i garantoj qytetarëve shqiptarë që me informacionin e deri tanishëm, të paktën shumica dërmuese e barnave do të jetë 30% më lirë. Ndërkohë, ne kemi më shumë para për fondin e rimbursimit, kemi më shumë para për barnat spitalore, që do të thotë sasia e barnave që do të vëmë qoftë në dispozicion të përmbushjes nevojave spitalore, qoftë në listën e rimbursimit, do të jetë shumë e madhe. Ne kemi zgjeruar ndjeshëm listën e rimbursimit të prill. Vitin e ardhshëm do jemi pak më të kujdesshëm në zgjerimin me barna të rinj, sepse presim që nga kontrolli bazë të zbulojmë njerëz të sëmurë që nuk e dinin, cilët patjetër do të kenë nevojë për më shumë barna. Për check-upin fillon këtë javë në Tiranë. Në Tiranë besoj të fillon këtë javë. Më pas në përrethe. Do të shtrihet brenda 3 muajsh në gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, në rrethe, aparaturat janë gati atje? Aparaturat, po e përsëris, do t'i lëvroj kontraktori privat. Sepse flas edhe në zona më të thella. Dhe si do të shmangni fluksin, pra mjekët që janë në dispozicion, specialistët, për në tjetër edhe qytetarët që do shkojnë për të bërë këto ekzaminime? Ne do të ftojmë qytetarët shqiptarë që të paraqiten për kontrollin bazë në muajin e tyre të lindjes, duke marrë një informacion paraprak dhe duke propozuar 3 data. Kjo do të ndodhë nga janari në dhjetor. Për një pjesë të Shqipërisë, ku terreni është shumë malor, është shumë i thyer dhe ka një lloj distance nga qendrat shëndetësore, ky proces nuk do të bëhet në këtë mënyrë, po do të bëhet nga data 1 maj në datën 30 shtator me 5 njësi të lëvizshme, të cilat do të shkojnë pranë qendrave të vendbanimit dhe aty do të shterojë gjithë procesi i ekzaminimit. Pra ndryshe nga laboratoriet kryesor, ku do të ketë një flotë që e merr kampionin e gjakut apo turinës dhe çon laborator, ato do të bëjnë analiza po aty në mënyrë që ta bëjmë konkrete, sepse vërtet ne duam dhe po arrijmë mbulimin universal, që do të thotë ja kemi dhënë të drejtën çdo qytetari. Kemi një sistem që e përballojmë financiarisht, por në qoftë se nuk i sigurojmë aksesin. Pra në qoftë se vendbanimi me qendrën shëndetësore është aq i largët sa ose i kushton më shumë transporti se kjo që po merr pa pagesë, apo e refuzon, do të kishim bërë diçka të pjesshme. Pikërisht për të qenë sa më pranë qytetarit, për të lidhur mirë mbulimin universal me aksesin universal, këtë gjë do ta bëjmë në këtë mënyrë për këtë pjesë territorit. Zoti ministër, ndoshta pak më parë qëndrimin tuaj në 23 shtator mas gaboj. 23 shtator 2013. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. A kemi shëndetësi falas aktualisht në Shqipëri? Po, kemi shëndetësi falas aktualisht në Shqipëri. Që mbulon gjithë qytetarët rezident? Dhe çfarë nuk kuptoni me shëndetësi falas realisht? Se kam përshtypjen që qytetarët në përqendrat spitalore ende paguajnë për shërbimet e tyre. Unë jam shumë i qartë çfarë kuptoj me shëndetësi pa pagesë. Se çfarë nën kuptoni ju, ajo është çështje perceptimi tuaj. Ju mendoni se ky perceptim është realizuar shëndetësia falas? Më duket një debat shumë i pavend mas 12 dhjetorit 2014, por secili bën zgjedhjen e tij. Por po e përsëris. Kontrolli
pa pagesë për shqiptarët rezident është padyshim shëndetësi falas. Ajo çfarë bëm në muajin tetor, ku e përjashtuam nga sistemi referimit mamografin, po e vumë si një kontrol parandalues, është e tillë. Fakti që 2 mamografët mobil i kemi çuar në Institutin e Shtetit Publik, i cili ka për detyrë të promovojë shëndetin, është sigurisht shëndetësi falas. Pra, këto 2 mamografë mobil, masi punuan në këto muaj brenda për plotësuar fluksin e madh që patëm tetor, nga janari do të lëvizin në gjithë Shqipërinë, ku do të ftohen gratë të caktuara, ta bëjnë këtë ekzaminim parandalues pa pagesë. Ndërkohë që edhe po e përsëris, ajo çfarë po bëjmë me paketat që filluan të zbatohen, dhe sidomos këtë javë kanë qenë paketet e kardio, e sëmundjeve të zemrës, qytetarët nga lista e pritjes që është në QSULT, fondi i referon tashti edhe në 5 klinika tjera. Pra, për këto sëmundje, për ne nuk kemi vetëm një klinikë publike, po kemi 6 klinika, sepse për sa kohë, edhe në këto klinika private, 5 të tilla, ne e financojmë 100%. Çdo ditë që kemi domethënë që është sepse pas ndërhyrjes ka komplikacione ose ka nevojë për qendruar. Është shumë interesante si konstatim se qytetarët ankohen që paguajnë ende për shërbimet. Dhe opozita ju akuzon pikërisht për këtë premtim të pambajtur. Shëndetësinë falas. Ndërkohë ju thoni që shëndetësia falas është realitetash. Atëherë po e përsëris. Po pra është vetëm për kontrollin bazë realitetit. Qytetarët paguajnë dhe do të vazhdojnë paguajnë nëse do të zgjedhin të mos respektojnë sistemin e referimit. Pra nëse ti do të shkosh vetë në spital, pa kaluar nga mjeku i familjes, mjeku specialist, ke bërë zgjedhjen tënde, që të shkosh vetë, do të paguash. Së dyti, ka një dukuri që ndeshet në spitalet tona, që është normale, por që perceptohet nga njerë jo mirë nga qytetarët. Në spitalet tona, bëhet dhe vizita ambulatore. Dhe në fund vizitës, mjeku t'jep një recetë që ti patjetër do shkosh në farmaci. O do ta blesh në parandor, o duhet ndjekësh prap hallkat, ti ta marrësh me rimbursim. Sepse ai të përshkruan një bar që nuk është bar që është në spital. Dhe ka njerëz që dalin nga ubori i spitalit dhe thonë që po më çojnë të blej barnat, ata nuk janë të shtruar. Për njerëzit që janë shtruar, ne përpiqemi të garantojmë një listë barnash esenciale. Largohesh nga spitali me një recetë, do të shkosh padyshim, sepse është recetë ambulatore. Tash zoti Beqe, këtu vlerësimet i kemi thënë, pra nisma juaj si është vërtet për të lavdëruar, por ka 2 momente që duhet ndalen. Po patjetër. Dhe do t'i marrin jo ta hoqë ai që ka savetin e laboratorëve, do i ketë nismësia. Absolutisht jo. Jo? Jo, do t'ju a them pse. Po them do t'i është zgjedhur. Është pjesë e pyetjes që do bëj tani. Prandaj them. Spari duhet të ndalemi ke barnat. Ju thoni që barnat rimbursohen. Praktikisht, edhe ju në qoftë se jeni sëmurë ndonjëherë me grip apo në sëmundje tjetër, nuk ju auguroj, por në qoftë se ju dhe pjesëtar familjes tuaj shkojnë të blejnë në farmaci, të siguruar, sigurisht që barnat që ju blini nuk janë të rimbursuar. Pra, realisht, rimbursohen vetëm një pjesë e barnave, sidomos për plesht, për të moshuarit, ilaçet e tyre, pra medikamentet e tyre, dhe në raste të sëmundjeve caktuara, tash ky është vëzhgim terren që është i saktë. Dhe në rastet caktuar sëmundjesh vetëm disa lloj barnash. Pra, ky vëzhgim i terrenit është i pasaktë. Jo, është i saktë. Kur shkon ti tek mjeku dhe merr një recetë, dhe të jep recetën me barnat që ti duhet marrësh, kur shkon tek farmacia dhe i thua unë i dua të rimbursuar, sigurisht që nuk t'i jep. Nuk t'i jep sepse thot nuk janë në listën e rimbursimit që ka ministria. Ky nuk është problem sot, ë? Ky është problemi Nano, Berisha dhe tani qeveria juaj, ë? Që mos i themi të pavërteta qytetarëve. Jo, të janë vërteta praktike, të janë vërteta që përballen çdo ditë shumë qytetarë. Pikërisht pra se nuk përballen me të vërteta, prandaj janë pasakta. Përballen sepse thash edhe ju, nëse mund të keni një problem shëndetësor, nuk mund ta merrni me rimbursim. Jo, më mund ta marr, unë personalisht mund ta marr se jam i siguruar. Dhe po shkoj te mjeku të familjes. Të siguruar pra jemi, po nuk e marrim. Po sepse nuk do të ndjekësh lista shumë e kufizuar. Atëre lista është një listë shumë e gjerë. Është zgjeruar vetëm këtë vit me 55 barna. Sigurisht janë shtuar shumë principe aktive dhe kjo është elementi i rëndësishëm i listës dhe jo futja e alternativave të një principi aktiv ekzistues. Ajo çfarë thoni ju nuk lidhet me mungesë barnash, lidhet me shkallë të ndryshme të rimbursimit. Kjo po, ka barna që rimbursohen 100%,
për pensionistë, ka dhe 15%. për persona me aftësi të kufizuar, për invalid, për fëmijë, ka dhe persona që janë në moshë adulte, që rimbursohen jo të plot. Kjo po është e vërtet. Po jo që aty ka bana që Janë të dyja të vërteta, zoti ministër. Po jo pse s'janë kështu tash. Ligjata në vim sajt, më fal. Më fal Edison, më vjen një lumë mesazhe, për shembull nga këto ankesat që te onkologjiku nuk ka një medikament që unë nuk e kuptoj dhe rezonanca një është thot në QSUT dhe ajo është e prishur. Keni djeni? Rezonancë janë dy, njëra është në gjendje pune, jo. Rezonanca ka dy QSUT-ja, njëra është në gjendje pune, tjetra është në fazë riparimi. Keni konstatuar dosje korruptive në institucionin tuaj? Në opozit keni qenë shumë aktiv në denoncimin e korrupsionit në shëndetësi. Keni ndërmend të padistin prokurori në një nga pasardhësit tuaj, apo thjesht e kërkoni ndjes shqiptare për akuzat që bëhen qeverisë? Ne kemi një dosje që lidhet me administrimin e banave në QSUT, e cila fillimisht filloi sepse kishte shumë barna të skaduar, pastaj rezultoi që ato ishin marrë pa respektuar afatin minimal të jetës së barit ende të vlefshme nga momenti që vjen deri në momentin që skadon, dhe kjo është përcjellë organeve përgjegjëse. Kush është implikuar në këtë? Ka emra? Ata që janë marrë me atë procedurë, janë disa persona që lidhen me ata që janë marrë, kush kanë qenë komision prokurimi, ata që i ka marrë ndërzim. Nuk janë çështje të ministrit, janë çështje të QSUT-s. Po, Edison, çfarë ke? Në vazhdim të pyetjes, pra e thash, është për të vlerësuar nismësie. Megjithatë duhet të jemi të qartë për diçka. Ju përgëzojmë që keni marrë përsipër të merrni hotspot, e themi, pra klinika të lëvizshme në një periudhë saktuar të vitit. Dhe ata sigurisht do kenë dhe mjek apo jo, që do të lëvizim me ta. Tani, ju i keni informacionet, i kemi dhe ne. Në spitalet jashtë Tiranës vuajnë shumë për mjek, ju besoj e dini. Në një pjesë të mirë të spitaleve publike. Po gjëra nuk do bëjnë mjek të spitaleve, do bëjnë mjek të shërbimit parësor. Jo, nuk është tjetër pyetja. Pra, ju e keni marrë përsipër që për moshën 40 deri në 65 vjeç, për disa muaj të vitit ti kontrolloni. Por për gjithë vitit, po them. Në zonat caktuara në një mënyrë ndryshe. Po pra, me klinikat e lëvizshme. Jo, po ndalim të këto klinikat e lëvizshme. Tani, si bëhet për ato spitale, që janë një pjesë e mirë në vend, të cilat nuk kanë mjek. Në kohët e diktaturës është zgjidhur mira e çështja në mënyrë diktatoriale, pra me detyrim merreshin mjekët dhe dërgoheshin. Ju si do t'i detyroni në thonjë themi mjekët që të shkojnë, sepse realisht nuk shkojnë në spitalet e rrethana. Okej, pyetje, mbaroj pyetja. Po, atëherë së pari që të mjekohen dhe të tjerë, pra jo vetëm ajo fash. Mungesa e mjekëve në spitale nuk ka lidhje me programin e kontrollit bazë. Nuk thash që ka lidhje, thash si do bëhet për pjesën tjetër të njerëzve që kanë nevojë. Programi i kontrollit bazë do të realizohet nga mjekët e infermierët e shërbimit parësor. Po pra. Ndërkohë, është e vërtet që ne kemi mungesa të mjekëve specialist në shëndetësinë tonë jashtë Tiranës. Ne kemi të konstatuara sot 300 mungesa të tilla. Për fat keq, kemi një hendek kohor prej disa vitesh që nuk janë hapur specializimet në mjekësi. Si do zgjidhet? Do ta fillojmë pas 8 viteve. Do ta fillojmë këtë proces këto ditë. Ka një konkurs që bëhet tashti, por është e vërtetë që këta mjek do duhet 4 vjet. Po ka dhe refuzimin që shkojnë në rrethe, ju e dini besoj. Atëherë refuzimet që nuk shkojnë në rrethe lidhen vetëm me mungesën e vullnetit të ministrit për të zbatuar ligjin. Ato mjek që kanë specializim me kuota të mbyllura, pra që zgjedhë një specializim, i cili gjatë 4 viteve paguhet me parat e shtetit, bën një marrëveshje me një spital caktuar dhe është vetëm ministri i shëndetësisë që lajfit apo del nga mend dhe e shkel këtë marrëveshje. Pra, marrëveshja është, zgjidhja në letër është, kësaj herë madje në rregullorën e specializimit, ne kemi vënë bashkangjitur edhe modelin e kontratës, që do të thotë kushdo që do të marrë përsipër të bëjë specializimin, e ka këtë kontratë. Kjo është e thjeshtë në fakt. Valet pastaj nesër nëse unë si ministër vendos ta zbatoj kontratën apo ta shkel ligjin dhe ta prish sistem. Zoti Beqa, kam një pyetje të tillë. Cilë cilësia e mjekëve shqiptarë? Është një pyetje që unë nuk e kam të lehtë jap një përgjigje. Ne sigurisht kemi mjek të zot, mjek të talentuar, mjek të përkushtuar, por që padyshim
puna e tyre që tjetë efektive, duhet që ne t'i sigurojmë ato çfarë është e nevojshme, sa do minimale t'jenë, po sa në mënyrë të vijushme. Shpesher, qofse ndodhë që, apo ka ndodhur që mungonin barën e caktuara, edhe puna e mjekut, edhe del më pak në pa. Ne kemi një sistem në gjykimin tim të mirë të vendosur atë që quhet edukimi në vazhdim, i filluar para 5 vjetësh, por që ka funksionuar me hope. Dhe ka mjek të cilët nuk kanë qenë korrekt me respektimin e këtij procesi edukimin vazhdim, për të mbajtur njohuritë e tyre gjallë në mënyrë që të jenë të përditësuar me arritjet më të fundit të shkencës, të teknologjisë në mjekësi. Ky afat 5 vjeçar mbaron në fund të këtij viti. Ne do të përpiqemi të jemi rigoroz në zbatimin e tij dhe të mos bijem pre, po them, shantazhit të thojzat atyre që thonë që tu ku jemi ne jemi të vetëm, s'kan që na bëjnë, do na pranojnë kështu siç jemi. Ata që nuk do të plotësojnë kreditet që janë përcaktuara dhe të njohura, do t'i shtrëngojmë t'i rikthehen provimit shtetit. Që do të thotë si provimi shtetit? Kur mbaron mjekësinë jepi provim shteti, se është profesion i rregulluar. Qofse ata njerëz, masi i caktuar, nuk do kanë marrë kreditet e caktuara, nuk do ja njohin me profesionin, do duhet të rikthehen provimit shtetit për të parë profesionin e tyre. Po urdhri i mjekut, mund keni pengesa nga urdhri i mjekut? Për kë? Në këtë kritere që është urdhri që na nxit të ecim në të drejtim. Kemi një bashkëpunim të mirë me urdhrat. Kemi bërë disa modifikime ligjore në korrik, në amendimin ligjin e urdhrit të mjekut, infermierit farmacistit, krijuam më vete urdhrin e mjekut stomatolog dhe kemi një bashkëpunim të mirë me urdhrat dhe përfaqësitë, kryesitë e urdhrave na nxisin që të ecim në këtë drejtim. Ajo çfarë ne duhet bëjmë në fakt dhe kemi alokuar që vitin e ardhshëm është që të vëjmë dhe ne nga burimet financiare tonat para në funksion të formimit të vazhdueshëm. Pse nuk i kërkoni atëre urdhrit mjekut që të shojë në mënyrë vullnetare, themi, sigurisht me pagesë, por në mënyrë vullnetare mjek 300 mjek në zonat ku mungojnë? Sepse krijon një boshdor këtu nuk ka. Nuk është se ne kemi një mbingarkesë në Tiranë me mjek të caktuar, me tepri dhe të shkojnë atje. Nuk kemi mjek specialist në Shqipëri, kemi mungesë mjekë specialist. Nga përvoja ime... Dhe ndërkohë më fal, urdhri është një gjë që rregullon kryesisht etikën e zbatimit profesionit. Dhe jo këto marrëdhënie. Prandaj fola për bazë vullnetare. Nga përvoja ime si gazetar, asnjëherë në gjykat çështjet që kanë pasur mjek të akuzuar apo të implikuar në vdekjet pacientëve apo dhe në çështje të tjera kardinale me jetën e njerëzve, kanë pasur një gërç shumë të madh. Duke filluar që nga urdhri i mjekut dhe të ajo që quhet ekspertizë. Pra, për të bërë ekspertizën ndaj një mjeku i cili dyshohet se mund të ketë gabuar, nevojitet që shoku i mjekut, kolegu i tij, të bëjë një ekspertizë që deri më sot askush nuk ka thënë që ka gabuar. A ka ndonjë mekanizëm të ri që ju mendoni që edhe kjo është pjesa e saj të krediteve, po këtu është më e lartë, sepse këtu kemi bërë për veprim me dashje apo jo, po kriminal, deri në vdekje të pacientëve? Sigurisht që vetëm një mjek mund të gjykojë veprimin e saktë apo të pasaktë të një mjeku tjetër. Ka një rast të një mjeku në Spitalin e Përmetit, i cili i është hequr drejta profesionit, kanë kaluar disa vite dhe nuk e ushtron në profesionin. Në Përmet ka qafër që në ka? Shqipëria e vogël është... Jo, e kam fjalën kur hiqet licenca e mjekun Tiranë, quhet lajm, se në Përmet atje... Shqipëria, jo, po, unë besoj se kudo është lajm, sepse kudo ka pacient që meriton që t'ju kujdes. Dakor, është... Ne po përpiqemi të ndërtojmë një skemë të re, dhe kryesisht duam ta bëjmë, ta përdorim edhe për shembull për të audituar apo monitoruar zbatimin e paketave shëndetësore. Po? Paketat shëndetësore këto të zemrës, që zbatohen 5 spitalet private, mund të auditohen aktet mjekësore në mënyrë të plotë, sigurisht vetëm nga mjek, specialist, kardiolog, hemodinamist, të cilët janë shumë të pakët në Shqipëri, dhe po mendojmë që auditimin e kësaj pjese ta bëjmë me mjek të huaj, duke punuar vetëm me dosjet. Në njëjtën gjë duam të bëjmë edhe për të vënë pak më në kontroll përdorimin në gjykimin tim të egzageruar të ekzaminimeve imazherike. Pse e them këtë? Sepse për sa kohë
bëhen ekzaminime vazhdimike që kushtojnë dhe që më shumë se gjysma dalin të bardha, që do të thotë që mos vallë kemi një tepric të përshkrimit të tyre ekzaminimeve që vinë nga një mungesë profesionalizmi e mjekut, nga presioni shumë i madh i familjarëve dhe opinionit, vinë nga zhvillimi i një lloj tendence defensive e mjekut në sjellje, sepse do të jetë në rregull me një audit, me një urdhër mjeku, me një kontroll, me një prokuror që të thotë po, e pa ta bërë edhe këtë ekzaminim. Për shembull, edhe në paketet e kardios, që ne po zbatuam javën e kaluar, morëm persona nga lista e pritjes që ishte në QSUT dhe doli mas ekzaminimit të parë koronarës që 60% e tyre ishin të bardha, që është një shkallë shumë e lartë e dalurit bardhë, që do të thotë ky ekzaminim ndoshta kërkohet pak me tepri, që na bën pastaj gjithashtu të rishikojmë edhe nevojat për formim më të mirë profesional të kardiologëve të spitaleve rajonal, të cilët i referojnë në këtë listë. Pra është një proces, nuk do të thojë ndërlikuar, po që ka disa aspekte, por besoj se bashkëpunimi me mjek të huaj do të na ndihmojë për të vendosur një kuadër më të qartë të mënyrës se si përdoren burimet që ne kemi në shëndetësi. Në rast, sipas marrëveshjes tuaj me spitalet jo publike, pra në rast se një pacient ka nevojë për koronare ose për bypass, mbulohen shpenzimet që nga momenti i ndërhyrjes apo edhe për ditët e qëndrimit? Mos si është përcaktuar në si kosto e kam fjalën. Atëre, për secilën nga aktet mjekësore, është përcaktuar një paket, e cila ka një protokoll të caktuar. Për dikë është rrihet 2 ditë në spital, për dikë rrihet 4 ditë në spital. Është marrë eksperienca e shumë viteve në qendrën tonë spitalore universitare. Për shembull, por koronaren është thënë që ka një mesatare sa historike dhe me cilën kështu është ndërtuar. Ajo çfarë ne do të stabilizojmë këto ditë, ka patur ndoshta një mungesë koordinimi dhe informimit plot, është që nëse unë apo dikush do të shkojë në një spital jo publik për të bërë koronaren dhe prej aty lind nevoja një ndërhyrje të dytë apo një ndërhyrje të tretë, do ta mbaroj ciklin brenda atij spitali dhe jo nuk do të duhet të rikthehet më njëherë listës pritjes, pra nëse hyn për ndërhyrjen ekzaminuese dhe pastaj ka nevojë për secilin nga 5 paketat e tjera, do ta shteroj brenda atij spitali jo publik, i cili është i kontraktuar nga fondi. Okej, publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Unë ka marrë një rast shumë thjesht, për cilin nuk kam shumë veta dieni. Këtu është një vendim i Ministrisë së Shëndetësisë. Vendimi është për koncesionin e depistimit të popullatës, që është në shifrat e 52 milion eurove. Kompania që e ka fituar, ose bashkimi i kompanive, ka marrë licencën e laboratorit, vetëm 24 orë para se të merrte fitimin e tenderit. Jo, s'ka si gjë të keqe, nuk është korruptive për ju duket më së normale, ndërkohë që kompania tjetër, u përjashtuan gjitha kompanit, ajo që mbeti, që brenda ka dhe shërbimin spitalor, ajo doli humse. Kompanit që e kanë fituar, kanë shërbim farmaceutik vetëm dhe tregtar vetëm. Dhe madje arsyeja e fitimit, pse fitoi, është se ka bërë nën kontrat me ish kompaninë e ministrit të shëndetësisë. Dhe kjo është arsyeja që kjo sasi lekësh e gjeneruar nga taksat e shqiptarëve, e gjeneruar nga Ministria e Shëndetësisë, i jepet një konsorciumi i cili fsheh interesat klienteliste dhe të vetë ministrisë. Ky është një rast. Dhe rasti është i verifikueshëm, rasti është këtu. Faleminderit, zoti Beqa, në pamundësi që ju, sepse nuk u kisha në studio, herën e kaluar, deputeti i Partisë Demokratike bëri një akuzë që unë u gjenda i papërgatitur për t'i kthyer përgjigje dhe jo më kot e vendosa sot këtë. Cila është përgjigjja juaj për këtë? Atëherë po nis nga fundi. Nuk ka asnjë lidhje
ai që ka kontraktuar me marrëdhënie ekonomike me mua apo me kohën kur unë nuk kam qenë ministër apo kam patur sipërmarrje private, unë që nga ditë e para të shtatorit nuk jam aksioner në asnjë kompani private në Shqipëri. Së dyti po e përsëris, programi i kontrollit bazë nuk ka nevojë të ketë spital, as të ketë spital. Është një ushtrim në radhë të parë logjistik nacional. Po ja them, thelbi i kësaj është kapilariteti dhe shpejtësia. Do të thotë, sigurisht ka nevojë për një investim jo të vogël në momentin e parë, në 415 qendra shëndetësore do të investohet me pajisjet e nevojshme, do të ngrihen 20 laboratore, do të jenë 5 njësi të lëvizshme, do të ketë një sistem telekomunikimi dhe sistem informatik, sepse do të krijohet regjistri kombëtar i kontrollit bazë, bashkë me dosjen elektronike shëndetësore të qytetarit shqiptar, fillimisht të këtyre që janë pjesë e këtij programi, dhe ndërkohë ka nevojë për një sistem shumë efikas, të monitorueshëm, të gjurmueshëm dhe transparent se si nga momenti i marrjes së analizës mostra shkon në laborator brenda një kohe caktuar, se përndryshe nuk vlen më, dhe në një regjim termik të caktuar. Prandaj është një çështje që ndodh në gjithë territorin, duhet të lëvizësh nëpër fshatet e Shqipërisë me efikasitet dhe duhet të kesh njohuri për të administruar një ushtrim logjistik. Së dyti, duhet të kesh një sistem të mirë informatik, ndërkohë pjesën e specializuar do ta kryejmë ne me mjekët dhe infermierët tanë, të cilët po trajnohen në gjithë Shqipërinë. Është një ushtrim që do të ndodh pranë qendrave tona shëndetësore me personelin shëndetësor të shëndetësisë publike. Unë fakt kisha një pjesë të emisionit të kushtoja pikërisht asaj që ju i quani aksioni kundër duhanit dhe jeni për të përshëndetur për këtë, sidomos ne që nuk e pim duhanin. Nga mua njërë falenderim të madh fare. Në fakt është tira e parë që është një gjë që do të themi dhe gjërat mira në Pasë në Tiranë. Na shikoni kështu ju jo hera e parë që ka zbatueshmëri të mirë. Nuk është hera e parë. Po jo pra zbatueshmërinë të re ka pasur dhe ka pasur do ta themi këtë. Por aksioni është më serioz në këtë. 3 muaj ka hyrë muajin e katërt. Por pyetja më interesante vjen nga kolegu Fatos Akoria, Fatos përshëndes, i cili thotë, zoti Beqa, kur do jepni licenca për lokale që do pin duhan. Kanë menduar me Veran. Shqipëria ka nënshkruar një konvent prej goxha vitesh që e ndalon pjesën e veçantë për duhanpirje brenda mjediseve të mbyllura publike. Ka vende që e lejojnë, të cilët nuk e kanë nënshkruar këtë konvent. Për sa kohë kemi nënshkruar një konvent, kemi marrë një angazhim që do të thotë që askush nuk mund të marrë licencë. Jo. Për një lokal ku mund pije duhan. Jam vetëm ambiente që rregullohen, domethënë jashtë ti veranda, janë ambiente të hapura. Në Amerikë është vetëm ambiente të hapura. Jo, nuk jemi aq rigoroz ndoshta sa në Amerikë, sa Amerika ka tashti e ndalon në park, e ndalon në plazh, sepse bota e zhvilluar po shkon jo vetëm drejt kufizimit të dëmit direkt në shëndet nga duhanpirja, por edhe të gestit, edhe problemit të varësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë në gusht doli me një pozicion edhe për varësinë nga cigaria elektronike. Sepse dhe ajo është një lloj varësie dhe përgjithsisht tek shëndeti janë dhe problemet e varësisë. Unë besoj se ne nuk e kemi vetëm aksion, ne jemi të vendosur që problemeve që krijohen në shëndet nga duhanpirja është shkaktari i tretë kryesor i problemeve që ndodhin me shëndetin. Dhe sidomos për sa kohë ne jemi angazhuar që dy janë grup sëmundjet ku do të merremi shumë më tepër. Sëmundjet kardiake dhe sëmundjet tumorale, është tashmë e provuar që duhani është një faktor që ndikon në rritjen e këtyre sëmundjeve dhe po i qasemi në gjykimin tim në 3 mënyra. Me një informacion shumë të bollshëm dhe të larmishëm për të promovuar shëndetin dhe mungesën edhe eliminimin e duhanpirjes, me një trup inspektuese e cila përkoj dhe me krijimin e inspektoratit shëndetësor shtetëror, i cili do të shtrihet që nga janari, edhe
në rrethet e Shqipërisë, për momentin është vetëm në qendër si dërhyrje e përgjithshme edhe në Tiranë, po dhe me dekurarim duke përdorur masa fiskale. Edhe shtrenjtimi ose rritja e akcizës për shtrenjtuar duhanin është pjesë e kësaj. Ka shumë denoncime zoti Beqa, por unë kam zgjedhur një ose dy, më falin kolegët, i një grua të moshuar, i cila thotë që kam bërë operacion syri në QSOT dhe më kanë marrë 25.000 lekë. Unë nuk e përballoj dot këtë si pensioniste, thotë. S'duhet ta kishte paguar, do ta kishte denoncuar. Si duhet ta kishte denoncuar? Po s'duhet ta kishte thënë doktorit. Dhe mos i mbaroj, e kam bler lentën, thotë, kam bler lentën. Atëherë janë dy gjëra ndryshme. Po. Pra, ka bler lentën. Ka bler lentën. Për momentin në materialet mjekësore që janë në spitalin ton, lentja nuk është e mbuluar nga kujdesi shëndetësor. 25.000 lekë se paguam. Sigurisht që ne po punojmë që të zgjerojmë këtë bazë, besoj se vitin e ardhshëm lentet që do t'i blej spitali, do t'i ketë spitali, nuk i ka patur asnjëherë, do të fillojmë që ka viti i ardhshëm, edhe për faktin që lentja hyn në pajisjet mjekësore të implantueshme, të cilave nga 1 janari vitit të ardhshëm janë të përjashtuar edhe nga TVSH-ja mas ligjit që u miratua në korrik në kuvend. Pra, tek TVSH-ja në shëndetësi, ne përveç se angazhimit me 10% në banat e shërbimeve mjekësore, kemi hequr edhe TVSH 20% në materialet mjekësore. Kjo operua si vjetë, zoti ministër. Kisha një pyetje, më thot një qytetar, përse në dispenserinë e Tiranës nuk bëjnë skopi dhe grafi, ku personeli i kësaj qendre paguajnë për këtë punë dhe i dërgojnë të sëmurët ambulanca numër 2, duke qenë se unë jam banori poliklinikës numër 9. Atëherë, ka qenë një periudhë deri para 3 muajsh që skopia në dispenseri nuk ka funksionuar, tashmë është e rregulluar, por praktikisht administrimi dhe përdorimi në mënyrë optimale i pajisjeve biomjekësore që kemi është një gjë që më duket mua krejt normale. Për shembull, në vitin e ardhshëm, të 4 rezonancat që kemi në Shqipëri, në Durrës, në Vlorë, 2 në QSOT, shpresoj që nga muaji prill dhe 1 në spitalin e Traumës, ti përdorim në mënyrë më të plotë për gjithë Shqipërinë. Që do të thotë, jo Durrësi ta bëjnë Durrës, Vlora në Vlorë dhe gjithë tjerë të vinë në Tiranë, po të kemi një shpërndarje më të plotë brenda rreth, sipas rreth në gjeografisë që kemi. Kam pyetje, një moment i veçantë, domethënë gjatë momentit që ju morë detyrën ishte kur bashkëshortja e kryeministit vendosi të lindte djalin jashtë Shqipërisë. Jeni ndjerë në sikletë atë moment? A tregon kjo mosbesim dhe shërbimit shëndetësor shqiptar? Që një zgjedhje personale. Në perëndim çdo ministër do ishte ndjer i kryqëzuar, qoftë nga opinioni, qoftë nga... Nuk jam ndjer, as nuk ndjehem edhe tash, nëse marr vesh dikush tjetër bën një gjë të tillë. Pra kjo nuk tregon që bashkëshortja e kryeministit nuk ka besim në shërbimin shëndetësor shqiptar. Rastin nëse ka patur probleme normale apo patologjike në atë shtatzani. Aqë shumë që është çështje individuale. Në urgjencat do kalojmë apo i kemi parashikuar më vonë në urgjencat mjekësore, sepse edhe në fakt edhe intereson për të ditur më tepër dhe aq më tepër për të kuptuar çik masat e urgjencës, duke qenë se her pas here ka qenë akuzat. Qendra kombëtare e koordinim komandimit të urgjencave, kur do të nisë puna për të, zoti Beqa, dhe ato të zgjidhur? Puna ka nisur, funksionimi i saj i përditshëm besoj do të jetë nga 1 janari 2016. Është një program i ambicioz, për të shpjeguar diçka që në fakt urgjencat mjekësore në Shqipëri janë pa pagesë, kështu kanë qenë edhe më parë, gjithmonë po themi simbulim, por praktikisht, konkretisht, është një shërbim i cili është i cunguar. Për këtë qëllim ka një ligj të ri që nga fundi muajit tetor, ka një institucion të ri që do të ngrihet, ne po fuqizojmë flotën e autoambulancave dhe flotën e helikopterëve mjekësor. Mas një përpjekje... Sa helikopterë janë të urgjencës aktualisht? Kemi 4 helikopterë në gjendje pune, do shtohet dhe 1. Edhe 1. Nga e gjithë atë dyti? 2 e kam dëgjuar në diskutimet e ligjit komision. 20 autoambulanca dhe 2 helikopterë. 1 helikopter është kontraktuar dhe pritet vi brenda këtij viti. Sa është kosto? Helikopterit duhet të jetë 4 milion euro plus TVSH. Domethënë 4.8 milion euro. Edhe ky do blihet në Francë apo nuk është detyrim? Në Francë? Jo, nuk është detyrim. Nuk është pjesë e kontratës e kontrollosh. Do bëm një tender të hapur, erdhi Eurocopteri solli një ofertë, nuk ka lidhje me atë, është kontratë që kishte Ministria e Mbrojtjes. Edhe me që jemi te urgjenca më kujtuar rasti Doktor Florit. Më ka bërë përshtypje çështja që
ju në mos gaboj përmendni çështjen e protokollit dhe nuk e kuptova dot si mund të ketë protokoll në urgjencë. Sepse me sa ju ndoqa në reagimin tuaj tentua të merrni në mbrojtje mjekë duke thënë që ka një protokoll në urgjencë. Po nuk e kuptoj dot prap logjikën, domethënë si mund të kërkosh protokoll në urgjencë kur dikush mund të paraqetë në gjendje shumë të rëndësishme. Nëse ti nuk e kupton që s'ka gjëra pa protokoll, nuk është problemi im. Si mund të ketë urgjenca protokoll nuk e kuptoj. Së dyti, besoj se në atë rast, për sa kohë është urgjente, s'mund të kërkosh protokoll, zbato kur të jetë mund të jetë në fakt të vdekjes. Atëherë, siç është bërë një orë për publikun, dhe më vjen keq që vazhdoni ta desinformoni opinionin publik. Familjari që është paraqitur ka kërkuar kam të afërmin tim, të agjituar dhe ka pirë alkool. Atëherë është thënë, në tilla raste rregulli është që vim të shoqëruar me polici. Ka kërkuar jo nuk dua polici. Nuk ka thënë asgjë që ka probleme kardiake, nuk ka thënë që nuk komunikon dhe nuk ka thënë që ka konsumuar këtë apo këtë gjë. Sigurisht që aty është e provuar që nga momenti një telefonate që ka një urgjencë mjekësore, për fat mirë, edhe pse distanca ajrore nga vendbanimi i të ndjerit me urgjencën e Tiranës është 3 minuta në këmbë, urgjenca është paraqitur po për 3 minuta. Për ta përsëritur edhe një herë, edhe ai rast për mua që e kam pranuar, e kemi të shkuar në un program që duhet ta rithemelojmë shërbimin kombëtar të urgjencës, ka qenë një nga ato rastet jo të mira që përpiqeni të dezinformoni opinionin publik. Mos e bëni tani, gjithmonë tani e ka media, ju mjekësia që në atë rast për fat keq, në mënyrë në këtë rast sipas ka shumë ka qenë diçka ka përplasje me zonin Tahiri. Media është Jo. Ky është problemi juaj, problemi i qeverisë tuaj dhe jo i medias, zoti Beqaj, sepse janë policët e zotit Tahiri që kanë nisur çështjen penale pikërisht për atë mjek që refuzoi të japin ndihmën. Jo, nuk është e vërtetë. Po sigurisht që kanë nisur, ka dy komunikata zyrtare të policisë së shtetit në lidhje me këtë rast. Ke edhe ne kodin penal që po e gënjen opinionin publik. Po nuk po e gënjem se kemi komunikata mbas një padije familjare. Po patjetër më zotëri, ka ardhur një padi, fillon një hetim. Nuk filloi kryesisht hetimi. Dhe hetimi ka vazhduar. Po se të ka një padim. Po nuk filloi kryesisht. Okej. Në fakt vijnë disa denoncime zoti ministri që e di pak a shumë përgjigjen tuaj që duhet ta bëjnë denoncimin, po një prej tyre i cili thotë edhe emrin e vet dhe edhe emrin e doktoreshës, e mjekes, kur i kanë treguar thotë filmin e shtyllës kurrizore, duhet këtë bërë skaner, nuk e di domthon, është sjell shumë keq dhe duke më urdhëruar që duhet vije te klinika e saj. Ky është një çështje që ne gjithë e dimë. Ky është problem shumë i madh. Privatët. Ky është problem. Këtu në këtë celular janë dhjetra mesazhe të këtij. Një nga problemet më shqetësuese me të cilët ne po ndeshemi këto kohë është sigurisht Jo, më fal të them këtu është edhe emri mbi emrin, po unë s'po e them për etik në kuptimin. Ma thuaj mas emisionit. Po patjetër, do ta them mas emisionit. Emrin e doktoreshës. Po pra, problemi është ky që për herë më tepër, nëse në ditë e para, në javë të para të punës, unë kisha kryesisht informacione, kërkesa, denoncime që s'ka barna, janë të prishur pajisjet, gjithmonë më tepër denoncimet tashtim, sepse me sa duket, mbasi halli më i madh është mungesa e barit, dhe kur barin e ke, apo kur një ekzamen e bën, halli ndryshon. Dy janë kryesisht ato që më vijnë tash, mos prezencë në orar në vendin e punës, kryesisht për shërbimin parsor dhe përpjekje në klinika private prandaj. Zakonisht ndodh në mëngjes, në mëngjes nuk janë klinika private. Mëngjes 8-10 si ka të fare. Përgjithsisht pastaj janë referimet në klinikat private. Një rast të ngjashëm për shembull unë kam patur të premten po nga Fieri. Është një çështje që besoj se duhet ta zgjidhim me një bashkëpunim shumë të plot edhe me qytetarët. Në radhë parë, ajo që duhet bëjmë ne është që, po e përsëris, sepse unë këtu insistoj shumë, të garantojmë sa më shumë shërbim dhe sa më të plot në institucionet publike, së dyti të informojmë shumë më tepër një pjesë e asaj që ndodh që pacientët referohen në qendra jo publike apo publike, vinë dhe nga mungesa e informacionit. Për shembull, një nga gjërat që unë besoj se ne do të zgjidhim edhe me këto paketat që filluam të kardios, është fakti që nuk do të jetë më e nevojshme që dhe një institucion jo publik të kërkojë në mënyrë indirekte të tërheqë nga lista e pritjes, sepse ne
nga lista e pritjes, në mënyrë të drejtë për drejtë, me listë të plot, po ja çojmë spitalit jo publik. Është një çështje që do të na duhet ende goxha kohë për ta stabilizuar, besoj unë. Zoti Beqa, si politikan, si qytetar, po më shumë të fare si ministër. Çfarë është për ju që një mjek, unë kam qenë dëshmitar në një spital, nuk ka rëndësi, dhe doktoresha linte 20 veta në korridor, po shumica tyre ishin moshe e vjetër, unë isha prezent, prisin çik sa të ha bukë. Çfarë është kjo? Do të thënë, e ke kështu okulare, fare, do të thënë, unë dëshmitar aty, dhe që as donte t'ja dinte se atje mund të ishte një po themi burr shumë i vjetër, një plak tej etj etj. Si ka mundësi që mund ta bëj këtë një mjeke? Dhe çfarë i bëni ju? Kush masa për këtë mjeke? Unë besoj se ky rast sigurisht që është rast për të denoncuar, por nuk besoj se ushqimi i një kult, ushqimi u rregullua? Nuk besoj se ushqimi edhe ashtu do rregullohet. Historia botërore ka treguar që edhe ajo është pjesë e rregullimit. Ju tre pas keni hequr, një në përmet dhe një në një vend tjetër. Edhe kjo është edhe kështu rregullohet. Kur ministri i shëndetësisë të shkarkohet pushoi një doktor të njohur për një gabim të tij kriminal, atëherë unë do ndryshoj mendim. Gabimi kriminale përcaktojnë organet përgjegjëse, ministri sepse ekspertizë bëjnë mjekët. Edhe një herë unë besoj se ndjellja e një kulture demonizimi të bluzave të bardha nuk i shërben për mirësimin e kujdestit shëndetësor për qytetarët shqiptar. Duhet që të evidentojmë padyshim edhe gjërat e mira që bëhen në shëndetësi, për fat keq, meqense po më hapet duart, nuk e bëni këtë. Asnjë ditë dhe asnjëherë. E kam bërë. Asnjë ditë dhe asnjëherë. Lirim ka marrë në telefon. Nuk e bëni që kam bërë. Nuk e bëni 70 radhë për një mjek. E keni bërë asnjë ditë edhe asnjëherë nuk e bëni, sepse për ju lajmi i mirë nuk është lajm. Sigurisht është defekti punës tonë që nuk i ofrojmë publikut lajmin e mirë, dhe unë po të them vetëm një gjë. Në vitin 2013, në QSUT do të bëhen deri në fund të vitit 3.000 ndërhyrje hemodinamike. 2015. Në këtë vit, deri në fund të vitit do të bëhen, kanë filluar, po për 2014, në këtë vit, më falni, do të bëhen 3.000. Janë bërë në 2013 2.200. Në 2020 janë bërë 20. Pra, nga 20 në 3.000, ky duhet ishte për këdo që ka një dëshirë për të ndarë me publikun çfarë ndodh dhe ndjek një fushë saktuar, një lajm shumë i mirë. Nuk e bëni sepse për ju lajmi i mirë nuk është lajm. Ky është fati jon i keq, unë e pranoj që kështu është dhe kështu do të vazhdojmë. Drejtori Agim Sallaku, për shembull, për atë humanizëm që ai tregon, për atë cilësi që ai jo vetëm me atë që unë kam parë vetë, por edhe shumë e shumë tjerë. Ja si u bë një fjalë të nderuar. Edhe një herë. Nuk është çështje e një emri. Unë po të sjell një dukuri. Janë bërë 20, bëhen 3.000. Dëgjoj, zoti Beqaj. Po flasim këtu në emision dhe vetëm në muajin tetor. Ne bëm ekzaminime mamografike me herë më shumë se vitin e kaluar dhe për një orë gjysmë këtu as kërkush nga ju as nuk e ndjeu për ta ndarë me ne, sepse me të drejtë ju thoni që kemi bërë detyrën. Atëherë zoti Beqaj, që të jemi të qartë, sa i përket lajmeve, padyshim që dhe ju jeni koncient që ka shumë lajme problematike, nuk po themi të këqija. Jo, ato po bëjnë lajm. Më fal, dhe këto ka një peshë më të lartë krahasuar me lajmet pozitive, themi. Prandaj dhe ju punoni që bëhen sa më shumë gjëra pozitive tek ato problematike. Tani, sa i përket mediave që janë këtu, pranishme, dhe janë shumë të tjera, ju jeni vetë nga ata që i monitoroni mediat dhe i keni parë që publikojnë të gjitha lajmet që lidhen edhe pozitive edhe problematike, kështu që s'mund thoni që ka një censur të aktivitetet tuaja. Jo, nuk po them ka censur. Jo, ore, nuk është problemi i pasqyrimit të një lajmi të ministrit kur vjen një njoftim nëse ministri është këtu. Nuk është problem censure. Ju vetë nuk të rriqeni nga lajmi i mirë. Për ju, dhe kur them ju tre, përgjithsisht, lajmi i mirë nuk është lajm. Kur ishit ju në opozitë. Po patjetër më. Tani të ndalim të diçka problematike. S'ka nuk ka lidhje me këtë. Zoti Beqaj, duhet ndalim të një problem i cili ndoshta ju e dini, po unë po ja them, në disa farmaci të vendit qarkullojnë medikamente të cilat nuk kanë pull fiskale
të cilat vinë në mënyra të tërthorta në farmaci. Dhe ato nuk kanë asnjë lidhje me ilaçet e aprovuara nga bordet tuaja. Pyetja është në dy pjesë. A kanë rrezikshmëri për qytetarët? Dhe dyta, a keni ndërmend të merrni mase që t'i shmangni qarkullimin e këtyre medikamenteve? Sigurisht janë rrezik për qytetarët. Për sa kohë se çështja është nuk është vetëm ajo pulla, nuk është vetëm pull fiskale, po është dhe pull që del nga autoriteti përgjegjës për të kontrolluar cilësinë e barit. Ne kemi një program ambicios i cili lidhet me instalimin e sistemit të gjurmimit të barnave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Në një gjuhë më personale quhet sistemi track and trace, po e zbatojnë disa vende. Ka qenë një nga ato programet që e kishim që në prioritet që në fillim, kur filluam punën, por duke qenë se vetëm në tetor dhe në nëndor doli nga Bashkimi Evropian një lloj udhërrëfyesi se çfarë standardesh duhet të plotësojnë këto sisteme që të gjithë vendet e BE-s do duhet të instalojnë. Ne kemi vendosur të plesim dhe këtë udhërrëfyes në mënyrë që të mos fillojmë të punojmë në një drejtim dhe pastaj mas pak vitesh të dalin që kemi punuar jo në drejtimin e duhur. Së dyti, besoj se për ta lidhur me diçka që ju e prekët parë, edhe vendosja e zbatimit të recetës elektronike në Shqipëri do t'i ndihmojë edhe rritjes shumë më mirë të cilësisë së mjekimit, por edhe të shmangjes të faktit që mjeku ta orientojë tek një patent e caktuar pacientin. Ne kemi detyrimin që të nxjerrim brenda vitit recetën e re në Shqipëri dhe pastaj recetën elektronike po e pilotojmë aktualisht në Durrës dhe me buxhetin 2015, 2016, 2017 kemi fondet për ta vënë në zbatim në gjithë Shqipërinë. Besoj se sistemi track and trace dhe receta elektronike të dyja do të rrisin cilësinë dhe sigurinë në sistemin e qarkullimit të barnave në Shqipëri, por sigurisht do të shmangin shumë shpërdorimet dhe abuzimet, qoftë me listën e bursimit, qoftë dhe me barnat spitalore. Më falë se nuk kam mbaruar me barnat, të lutem. Juve, me qënë se, shiko, ne përpiqemi të sjellim tu zërin e qytetarëve, apo jo, problemet e tyre. Një medikament që ju aprovoni, e aprovoni për një kozjat i saktuar 6 muaj, 1 vit apo më shumë. Tu nuk marrë përsipër të japë shifra sakta të kozjatjes. Por a ka probleme, sepse ankohen disa njerëz, thonë, ne e blejmë ilaçin që qeveria e ka sjellë për 6 muaj distributori, e ka miratuar Ministri i Shëndetësisë, e ka licencuar, dhe pastaj e heqin atë ilaç, zhduket nga qarkullimi dhe vjen një ilaç tjetër. Dhe këtu a ka një problem të tillë? Domethënë kjo ka vazhduar gjithmonë. Besoj se këtë informacion e keni të pasakt, kjo nuk ndodh. Barnat kur regjistrohen në Shqipëri, edhe me ligjin e mëparshëm, edhe me ligjin aktual, regjistrohen për 5 vjet, dhe brenda këtij 5 vjetëshi, deri në 5 vjet, mund të themi, për 5 vjet. Okej, të themi pas 5 vjetësh çfarë ndodh me atë bar? Bari aplikon për atë që quhet riregjistrim, dhe nëse kompania vendos ose vendos më në treg, nuk vendoset më në treg. Por edhe gjatë kësaj periudhe, në bashkëpunim me Agjencinë e Barnave të vendit ku ai është prodhuar, apo dhe me Agjencinë Evropiane të Barnave, ne marrim informacione të herpashershme kur ka indikacione për probleme që ka bari, apo dhe për faktin që edhe kur barit i ndodh ajo që quhet variacion, që mund të jetë edhe një ndryshim në paketim, edhe një ndryshim në elemente të tjerë, vihet për rimiratim në Agjencinë e Barnave. Me që në pjesën e parë folët apo na kritikuat në mediat që nuk merrin me anën pozitive pa me vlerësimin e mjekëve. Doja të ndalesha në një urdhër që keni nxjerrë së fundmi, dhe që nuk jeni vetëm ju si ministri, por pothuajse të gjithë ministritë e linjës të tjera, lidhur me çështjen e energjisë elektrike, me sa më në DNI keni nxjerrë urdhër të brendshëm për të marrë faturat e të gjithë mjekëve apo gjithë punonjësve Këtë bukur kjo. Të spitaleve, mos gaboj. Kjo s'ka lidhje me shëndetësinë. Për të verifikuar. Ka lidhje me shëndetësinë, s'ka lidhje me shëndetësinë kjo. Sepse keni nxjerrë urdhër, mos gaboj. Është vërtet që keni nxjerrë. Sepse nxjerr ministri i shëndetësisë me shëndetësinë ka urdhër. Kërkoni librezat e gjithë mjekëve apo gjithë punonjësve. Po. Mbi ku bazohet ky urdhër në ligj? Në çfarë ligje dhe për çfarë e bëni këtë? Të pari dhe dyti në rast se figurojnë mjek që rezultojnë debitor karshi OSHE-s. Çfarë do precedentet e paktën Ministria e Drejtësisë mos gaboj ka shkarkuar 861 punonjës. Ju do të shkarkoni këto mjet? Po mjekët avash një sekondë. Dhe në rast se edhe mjek që s'pagon energjinë e dison?
Po dhe mund ketë, po janë 300 mjek munges. Duhet me ndodhë shumë më tepër se për një gardian. Po, ta lëm zotin Beqa të... Ku e bazoni këtë urdhër? Unë besoj se situata në sistemin energjetik në Shqipëri është një prioritet kombëtar, cënon të ardhmen e Shqipërisë, duke në gjykimin tim edhe sigurinë kombëtare të vendit, dhe përpasoj ne si qeveri jemi të angazhuar të marrim çdo mas dhe të bëjmë çdo veprim që këtë situatë ta stabilizojmë. Sepse nëse situata nuk do të ishte kështu siç është, nëse humbjet në rrjet nuk do të ishin ato që janë, unë po ju them që humbjet në një vit janë sa 2 herë buxheti banave të rimbursueshme. Jeni të vendosur për të shkarkuar mjek? Buxheti që përdoret për spitalet e Shqipërisë. Sigurisht që jemi të vendosur që të kthejmë në normalitet sistemin energjetik shqiptar, duke marrë masat dhe veprimet që ne si qeveri gjykojmë të arsyeshme dhe të nevojshme. A ka spitale që janë debitore karcioshes? Se ka dhe spitale në ndjenin time që janë debitor karcioshes. Nuk ka një emër spitalet të dhe. Po të mos gabojt pak të spitalet kryesore, Korçë, Elbasan, Fier. Këtë gjithat pasakta. Je i keq informuar. Okej, e kapët gabim. Pra nuk ka spital që nuk rezulton debitor në SHS. Ose qendra shëndetësore. Që nga janari 2014 e deri më sot nuk ka asnjë borxhli të ri nga shëndetësia për të mbartur për ujësjellsat dhe energjinë. Pjesa e borxheve të deri 31 dhjetor 2013 po trajtohet njësoj me gjithë borxhet e prapambetura. Janë shlyer. Kemi aktualisht 2 probleme, një që ka senator Jumi me ujësjellsin e Tiranës dhe një që ka një spital jashtë Tirane për probleme dokumentacioni. Edhe njerë, po e përsëris, në vitin 2014 nuk kemi lejuar që asnjë institucion shëndetësor të krijoj borxh të ri në energji dhe në ujësjellës. Ndërkohë, ka patur borxh vjet. Po i monitorojmë me shumë kujdes edhe sasinë e konsumit që konsumojnë spitalet tona për energji dhe për ujë. Na rezulton për shembull që ne shpenzojmë ose konsumojmë litra ujë 2 herë më shumë se mesatarja e pacientëve europian. Që do thotë? Që do të thotë përdorimi i ujit është shpërdoruar. Edhe është shpërdoruar brenda mjediseve, po edhe është vjedhur në rrethimet e mjediseve. Ndërkohë që në kontratat spitalore, që ne do të miratojmë pas nesër fillimisht në fondin e Këshillit Administrativ, si model kontrate, dhe që do të lidhim me spitalet nga janari, konsumin dhe shlyerjen rigoroze të detyrimeve për ujë dhe energji e kemi dhënë me prioritet. Mjekët që nuk kanë paguar, mjekët se e bët pyetje, mjekët që nuk kanë paguar energjinë elektrike, çfarë do bëni? Të gjithë ata që janë debitor dhe që nuk do të shlyen borxhin që kanë, nuk do të mund të shpërblejmë në punën e tyre me paratë e përbashkëta shqiptarëve. Ku e bazoni këtë, në cilin ligj, zoti ministër? Për të shtyrë të kontratë. Që do të jesh nga puna më jera. Po deri në 1 mars ka të drejtë ata, nuk e vendi jon për të zgjidhur çështjen themelore të energjisë. Kontratat e punës nuk e kanë detyrimin për të paguar energjinë elektrike. Publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit. Po. Çfarë nuk realizuat në 2014? Çfarë nuk realizuam në 2014? Jo, unë besoj se me çfarë kishim programuar në 2014 i kemi të realizuar. Edhe ato çfarë morëm nga buxheti në shtator me akti normativ, përse përket investimeve shumë të rëndësishme, praktikisht arritëm të realizojmë. Praktikisht, nëse shohim programin ton 12 muaj me objektivat cilësor dhe sasior, pastaj edhe me pjesën formale të reformave ligjore që duhet ishin baza kryesore, praktikisht ne kemi të realizuar. Ndërhyrjet në infrastrukturë në spitalet rajonale, por edhe në QSOT. Gjithashtu dhe projekti për ndërtimin e një spitali të ri. Projekti përfundon, mund të vish ta shohësh në zyrën time. Jemi në fazën e bërjes projektit.
me që se u tënë kredin prej 17 milion eurosh nga Banka e Këshillit të Evropës, e kemi marrë, është miratuar në qeveri, ka ardhur nga kopjet e kontratës për të firmosur, brenda vitit firmoset nga Ministri i Financave dhe vitin e ardhshëm fillojmë nga puna për të ndërtuar kirurgjinë e re të përgjithshme dhe për të rehabilituar me themel spitalin e sëmundjeve të brendshme, spitalin gjashtkatësh. Atëherë, në spitalin e ri që është në QSUT, 2 katët e sipërme nuk kanë asgjë brenda, janë vetëm muratur. Aty kirurgjia e përgjithshme të spostohet atje lart me 7 salla të reja operacionesh, me njësi të reanimacionit dhe me një numër shtretërish. Ndërsa spitali gjashtkatësh ose spitali i sëmundjeve të brendshme do të rikonstruksohet në mënyrë themelore. Kjo kredi 17 milion euro, në fakt është 16 milion euro kredi, 1.5 milion euro gram, e shoqëruar me 6 milion euro të buxhetit të qeverisë shqiptare, fillon në janar 2015, mbaron brenda 3 vjetësh. Zoti Ministër, mendoni që spitalet e rrethave në vetvete, domethënë vijnë ende të vuajnë të simptomën janë shndruar si një agjenci udhëtarësh ku gjithë pacientët nga rrethet drejtohen gjithmonë drejt Tiranës për mungesë specialistësh. Ka një mbingarkesë të QSUT-s, besoj se ajo çfarë po fillojmë të bëjmë që vitin e ardhshëm do të arrisë rolin e spitaleve rajonal. Së pari ne mbarojmë në fillim të vitit edhe programin e nisur para disa vjetësh të telemjekësisë, që edhe kjo është një ndihmë e mirë për të patur një referim dhe një përgjigje nga një mendim më specializuar në QSUT për rastet që mund të vinë prej atje. Fakti që ne kemi vendosur që brenda pranverës ardhshëm kabinetet e kimioterapisë i shtrim edhe jashtë Tiranës. Dhe dializa? Dializa është edhe jashtë Tiranës. Do ta zgjerojmë. Do ta zgjerojmë edhe në Korçë. Po do bëhet. Po ti mbaroj të lutem tash. Po. Domethënë kemi kabinetet e kimioterapisë. Kemi kabinetet e kimioterapisë do t'i shtrim në Vlorë, në Korçë, në Elbasan dhe në Shkodër, ndërkohë që në Durrës po funksionon, do ta shtrim edhe në Spitalin Shef Qendroqi apo sanatariumi që e njohin më shumë publiku. Dializa do të zgjerohet edhe në Korçë dhe në Vlorë dhe do të ribëhet nga e para në Elbasan dhe në Shkodër. Kujdesi paliativ do të shtrihet brenda qershorit në të 12 spitalet rajonale të Shqipërisë, ndërkohë kemi lidhur kontratën për të instaluar një angiograf vitin e ardhshëm në Shkodër, pra për ta nxjerrë për herë të parë këtë shërbim edhe jashtë Tiranës, madje këtu publik dhe privat, pse edhe ato që ofrojnë në privat janë në Tiranë, dhe kemi dhe një projekt për të bërë në partneritet publik-privat një rinovim të plot të gjithë inventarit të instrumentave kirurgjikal në gjithë spitalet tona, bashkë me një shërbim shumë të mirë sterilizimit të këtyre instrumentave që shërbejnë edhe për të rritur dhe për të reduktuar ndjeshëm infeksionet spitalore. Po. Zoti Beqa, unë kam një pyetje që lidhet me spitalet jo publike. Ju sigurisht që jeni të informuar për kostot që kanë spitalet publike në vend. Për kostot qoftë hoteleri, qoftë dhe shërbime mjekësore brenda qendrave spitalore publike. Por ndërkohë që... Jo, duhet pranoj që ne nuk jemi të informuar siç duhet për kostot e shërbimit tonë spitalor. Është një mungesë prej shumë vitesh. Ne kemi një angazhim në program dhe praktikisht fal një financimi të qeverisë italiane, ne do të fillojmë projektin e zbatimit në Shqipëri të atyre që quhen DRG, apo Diagnosis Related Groups, që është një mënyrë moderne që përdoret tashmë me shumë sukses prej më shumë se rreth 30 vitesh në Amerikë dhe rreth pak të 20 vitesh në Europë. Ky proces do të ndihmoj shumë në mënyrë që të jemi në gjendje të kostojmë shumë saktë dhe pastaj shërbimi kombëtar shtetëror që do të jetë paguesi vetëm të blej shërbimin konkret për një qytetar dhe kjo ta bëj shumë lehtë të mundur që ky shërbim të blihet në institucione publike dhe jo publike kur nuk është e mundur të plotësohet në institucionet publike. Desha ta sqaroj këtë lidhur me kostimin. Po, jo se kam bërë pyetje, m'fal. Pra, po çfarë bëre tani? Jo, pra, po bëre një ndërhyrje zoti. Po bëre ndërhyrje. Po, sa është e përgjithshme. Pra, po ju pyes, ju nuk e keni atëherë nuk e keni një kost të spitaleve publike, por megjithatë një kost për afër. Shpenzimesh kemi, po. Po, mund ta kemi. Patjetër. Pyetja është kjo.
Me qenë se ka ankesa nga qytetarë se çmimet e tarifave të shërbimit hotelier, sidomos hotelier, dhe shërbime mjekësore në spitalet jo publike janë të merësisht të larta. Ju keni ndërmend që të bëni një kontroll në spitalet private për këto tarifa, për shembull ankohet një pacient se paguan 350.000 lekë të vjetra në natë për qëndruar një natë në një spital privat. Mendoj që ky çmim ndoshta nuk mund të jetë kaq i lartë në kosto. Pra, ka një normë koste dhe një normë fitimi që ju e dini. Ju mendojnë të bëni një inspektim ose një kontroll? Nuk do të inspektojmë fiskalisht spitalet, institucionet jo publike të shëndetësisë, nuk është misioni i Ministrisë së Shëndetësisë. Ajo çfarë ne kemi filluar dhe po e bëjmë në mënyrë më rigoroze është inspektimi i këtyre, sepse Inspektorati Shëndetësor Shtetëror, edhe pse në pamje të parë u duk si do merret vetëm me çështjen e duhanit, ka për detyrë të merret me shërbimin spitalor, me shërbimin parësor, me shërbimin stomatologjik, dhe ne po fillojmë ta bëjmë këtë gjë. Ajo që është e rëndësishme është që ne duhet sigurisht të inspektojmë a zbatohen standardet, a zbatohen protokollet dhe mos vallë në mënyrë të panevojshme një qytetari i kërkohet të bëjë më shumë ekzaminime apo më shumë ndërhyrje që pastaj kanë dhe një kosto tjetër. Kjo është pjesa jonë. Po sa është tarifa konkrete, nuk është pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë. Ajo që ne bëm është që lehtësoj dhe atë pjesë të shërbimit, hoqëm të vëshën në shërbimin shëndetësor, pra dhe në privat, dhe ndërkohë, edhe pajisjet mjekësore të implantueshme, që për disa lloj shërbimesh janë pjesë e rëndësishme e kostos, nga 1 janari i përjashtojmë nga TVSH-ja. Ktu bëhet pjesë protezat, që rrinë brenda mas operacioneve, bëjnë pjesë pajisjet e zemrës, janë implantet e gojës dhe gjëra të tjera që hyjnë ato që quhen pajisje mjekësore të implantueshme. Zoti Beqan, më datën 16 korrik 2014 keni deklaruar që është kërkuar dhe koka juaj politike. A mund të shpjegoni pak më gjerë, sepse ju e keni bërë një deklarat jo në intervistë, jo në biseda me gazetar, po a mund të jepi detaje për këtë dhe a është përsëritur kjo dhe pse ndodhi? Atëherë, ai aktivitet ka qenë dita kur një ekspert kroat i pajtuar nga Banka Botërore bëri një analizë të tregut banave në Shqipëri dhe ku evidentoi dukshëm anomalit që kanë çmimet e banave në Shqipëri krahasuar dhe me vendet tjera të rajonit. Dhe aty ishin prezent përfaqësuesit e tregut farmaceutik, ata që kanë operatorët ekonomik, të cilët janë praktikisht element të shpangshëm të shërbimit shëndetësor, por ajo evokonte marrëdhënie shumë të ndezura që pastaj me normalisht edhe media përfshirë dhe opozita që ishin në periudhën prill-maj kur u bën tenderi për banat spitalor. Por unë besoj se sot me ato çfarë po arri me negocimin e banave gjatë këtyre ditëve, siç e shpjegova pak më parë, tregojnë që ajo çfarë ne kemi thënë që në nëntor 2013 në konferencën e parë antikorrupsion. Ajo çfarë bëm me mënyrën se si blem barnat për spitalet në vitin 2014. Dhe çfarë po ndodh tash, tregojnë që kemi pasur të drejtë kur kemi thënë fillimisht në program që barnat në Shqipëri janë më të shtrenjtë se në vendet ku prodhohen, dhe kur pastaj kemi thënë që në të treg është një sasi prej rreth $20 milion, të cilën në mënyrë të padrejtë nuk shkon ka ata që i prodhojnë, nuk është në përfitim qytetarëve shqiptar, kur i blejnë me parandor, kur i marrin me rimbursim, kur i marrin pa pagesë dhe falen spitale, por shkon në kanale që pastaj keq përdoren, po në sistemin e shëndetësisë. Zoti Beqa, ne në media përdorim disa herë tok fjalshin mafia e tokave, mafia e ilaçeve etj etj. Tani ju si ministër si e keni përballuar mafien e ilaçeve? Shëndosh e mirë. Jo, nuk u pyetja si me shëndet. Çfarë tjetër mund të them unë? Fakti që po e përsëris reformat edhe në tregun e banave po vazhdojnë. Ne kemi një ligj të ri. Kemi barna, do t'i kemi, po të krahasojmë qershor 2013 me qershor 2015, të paktën 30% më lirë, do të thotë që e kemi përballuar. Keni pasur presione? Po, në punën e një ministri ka presionet përditshme. Tani, ka dhe ministri tani që
janë të pashmangshme. Presion. Nuk besoj se ka një ministër pak të në qeverinë tonë që s'ka presion. Të jetë ministër shëndetësie nuk janë dy njësht. Jo, shëndetësia shqiptare në punë e përditshme ka presione, pa dyshim. Si kanë qenë presionet ndaj jush? Se ne tashmë e dim që se ka pas presione, ka pas të kësaj natyre. Po besoj se nuk kanë qenë të padukshme, qoftë me çfarë silurohet në për media, çfarë pastaj vihet në gojën e opozitës. A kanë arritur ato në llojin në kërcënime? Jo, fare. Dhe ka presione brenda majorancës. Ka deputetët caktuar të lidhur ndoshta edhe me këtë fushë. Për sa kohë rezultatet e majorancës, të paktën në këtë pjesë, janë të prekshe, sistematike dhe në përputhje me angazhimet e fushatës dhe të programit, besoj se ka vend për pyetje. A mund të bëj një pyetje për projektin SIE? Është pyetje që po e citoj të një qytetari. Ai thotë 65 vjeç e 1 muaj ose 2 muaj, pse duhet përjashtuar? Ndërkohë që ju po rrisni moshën e daljes së pensionit. Sepse ne gjykojmë që në atë grup mosh mund të zbulohen sëmundje që organizmi ka të fshehur. Pra nuk lidhet me sa punon apo sa vjeçje. Lidhet se kur fillojnë dhe zhvillohen sëmundje që ende nuk janë të por kontrolli i dukshëm për përgjithshëm i rekomandohet dhe i kërkohet çdo qytetari të Republikës apo jo? Jo vetëm moshës 40 deri në 65 vjeç. Atëre statistikisht po ta përsëris dhe ndërkombëtarisht kjo është një grup mosh ku bëhen këto lloj kontrollesh. Pra ne fillon as 39, nuk shkon as mbi 65. Kur mas 10 apo 15 vitesh të kuptojmë që ndryshon harta dhe profili epidemiologjik i shqiptarëve, mund ta përmirësojmë shenjasën. Në fakt, ju e përmendët, zotë ministër, atë fjalën denoncim apo krijimin e një baze dhe mënyre të tillë të denoncimeve për probleme që mund të kenë pacientët. Po një nga denoncimet është për një klinik private, për një transplant në sy dhe për fajt të mjekëve, dhe kjo është bërë me ekspertizë të mjekëve tashmë të shtetit, jo nga klinika private, rezultoi që është bërë gabim nga mjeku i huaj. Si duhet veproj? Sepse unë kam mbetur me një sy, thotë. Domethënë, syri ka dalë jashtë funksionit. Në një rast të tillë, të kontaktoj ministrinë, të merremi me atë rast për të parë çfarë do të ndodh me shlyerjen e dëmit që i ka ndodhur qytetarit, sepse nuk është çështja jonë, po ta udhëzojmë si duhet. Dhe do ta ftojmë që të na ndihmojmë kush është ai mjek, në mënyrë që ai mjek të shohim nëse duhet të mjekojë apo jo më në Shqipëri, që të mos ja bëjë një pacienti tjetër. Dhe po thosha, zoti Beqa, që ka shumë denoncime të këtij lloji, që do thënë këto disa e shprehin që janë mjek shqiptar, ekspert dhe specialist të fushave përkatëse që kanë vërtetuar që ka pasur mjekim. Gandhi, për 2 orë në emision më ka thënë njerë ka shumë që denoncojnë rushfetin. Pastaj ka shumë që ka shumë, ka shumë që ka shumë. U fik 2 orë. Shumë tash nuk mund të jenë, se domethënë duhet të jenë oca. Megjithatë, po e përsëris. Kur janë 20-30 nuk janë pak, po e përsëris që me inspektoratin shtetëror do fillojmë një proces monitorimi dhe decizione publike. Ndërkohë që edhe ato po i nështrohen dora dorës procesit të akreditimit, cilët ka një trup specialistësh që përcakton se çfarë procedurash mjekësore zbatohen ato qendra shëndetësore. Pyetja e fundit. Zoti ministër i shëndetësisë, si jeni me shëndet? Po praktikisht që nga hera e fundit që kam bërë kontrollin jam mirë. Unë edhe për arsye të punës që kam bërë dikur, duke punuar në Sigurinë Gjirore, kam qenë shumë afër në mjedis me mjek, po edhe për një problem shëndetësor që kam pas para ca vitesh, e kam pas zhvilluar edhe vetë një lloj kulture vetë kontrolli, ndërkohë që si tip, edhe kur nuk isha marrë me shëndetësinë, unë kam një gjë që sapo kam një shqetësim shëndetësor, nuk nguroj të shkoj tek mjeku, sepse jam i bindur që edhe mjeku që mund ta mendoj se është i pa Zoti, di shumë tepër se unë për mjekësinë dhe shëndetësinë. Keni një paraardhës tuaj në pozicionin e ministrit që ju vlerësoni për punën që ai ka bërë? Them të drejtën, nuk kam patur ende kohë të mendoj për paraardhësit. Mund të them gjëra të vlefshme që janë bërë më parë dhe pastaj mund ta bëjmë edhe vetë bisedën kush ka qenë atë kohë drejtues, domethënë për të dhënë meritë të gjithë secilit. Sepse realisht se kam shumë kohën për të marrë për të shkruar historinë. Kështu që sigurisht unë mendoj se gjëra
të mira të bëra janë, fola pak më parë për telemjekësin, për ata që e kanë iniciuar dhe filluar programin e telemjekësisë, ka patur një përpjekje të mirë për të dhënë bazat e sistemit referimit në Shqipëri, sepse praktikisht, sidomos me modeli ku ne duhet të shkojmë, por mos gaboj, ka patur përpjekje të 2005-2009, po Petrit Vasili në tetor 2009, pra shumë shpejt sa ka venduar punë, ka vendosur bazat e një modeli të mirë, i cili në fakt kërkon se nganjëherë modelet që gjejmë janë të mira, po forcat duhet pastaj që t'i bëjmë të zbatueshëm. Atëherë sulmoi Petrit Vasilin, tani po e vlerëson. Atëherë gjithashtu ka përpjekje të mira lidhur me problemet e shëndetit mendor. Shqipëria ka bërë përpjekje të mira për të filluar një mënyrë të re në trajtimin e problemit të shëndetit mendor, për t'i nxjerrë nga spitalet, për t'i kaluar në qendra komunitare. Sigurisht jemi në hapat e parë, platforma është e mirë, po duhen më shumë përpjekje dhe sigurisht duhen edhe shoqërohet me investime. Bazë e mirë është edhe ajo çfarë e prekëm në pak më parë cekëm, sistemi i edukimit në vazhdim. Një sistem i filluar edhe ai para rreth 5 vjetësh. 5 vjetëve that. Dhe pastaj që edhe ai është një, pra midis tyre mund të ketë të tjera, po ndërsa edhe investimet të mira që janë bërë, besoj duke filluar që nga 2007 në fuqizimin e kapaciteteve diagnostikuese. Skanera, rezonanca, ajo që ka çaluar, dhe unë atëre kam kritikuar, ishte mungesa e sistemit mirë që ti mirëmbante në mënyrë të përditshme. Prisheshin, shkonin gjatë, mirënjohje për ata mjek që janë në shërbim të shëndetit të njerëzve, por ata mjek që akuzohen nga pacientët, me thënë drejtën, nuk kemi respekt. Por mirënjohje të madhe, të lartë për ata mjek që respektojnë dhe... Mund të plotësoj? Po. Mjek dhe infermier. Dhe infermier, patjetër. Ata janë më pranë kontaktit përditshëm me qytetarët. Zoti Beqa, të falenderoj që ishe sot dhe ndatë me ne gjitha mendimet për problemet e shëndetësisë. Falenderit të nderuar kolegë, të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga unë Lança Foku, natë mirë.